Përshëndetje dhe mirë se rikthehet në Palimit. Sot do ta nisim me antaren e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Iliriana Kuçana. Iliriana, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë pasur zhvillime të rëndësishme. Spiro Pali ka dorëzuar një rezolut dhe gjithashtu Partia Demokratike ka pasur zgjedhje. Si shikoni? Po, mendoj që kur në politikë dhe në parti ka rezoluta, ka propozime, ka vizione si ta bëjmë politikën më të mirë dhe si ta përmirësojmë politikën, mendoj që ky është lajm i mirë. Pak rëndësi ka kush janë emrat që i propozojnë, por e rëndësishme është që në partitë politike të ketë sa më shumë propozime, sa më shumë ide, sa më shumë vizion në mënyrë që të shërbejnë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ndodhemi në një moment ku duhet të themi që shqiptarët janë në shesh. Dhe për kaq kohë sa shqiptarët janë në shesh në 40 gradë, janë duke protestuar, do të thotë që diçka me Shqipërinë time, me Shqipërinë tënde, me Shqipërinë e shqiptarëve nuk shkon. Do të thotë që politika e ka zbehur besueshmërinë. Pra, ka patur shumë probleme që këta njerëz janë në shesh. Bashkë me ta, unë edhe shumë të tjerë që jemi çdo ditë duke protestuar, pra, për një Shqipëri më të mirë. Unë jam si qytetare në protestë për hir të vërtetës, por është një protestë e cila ngjall shpresë. Dhe besoj se kur ka probleme madhore në politik, kur ka probleme madhore në Shqipëri, mendoj që ajo që duhet bërë është pikërisht të fillojmë dhe të reflektojmë brenda forcave tona politike. Çfarë nuk shkon? Çfarë ka thyer besueshmërinë e publikut? A duhet të ndryshojmë metodik? A janë njerëzit e duhur që përfaqësojnë gjitha grupet e interesit? A duhet bëjmë pyetje pse janë ata të cilët nuk dalin të votojnë? Pam zgjedhjet e fundit të Vlorës. Po. Ishte përqindje qesharake. Pra të mendosh që as 20% të mos dalin të votojnë dhe të zgjidhesh për të drejtuar Bashkinë e Vlorës apo cilin do bashki apo cilin do institucion me 20% të votuesve, mendoj që kjo shkëmban alarmi. Dhe unë kam thënë prej kohësh, për kaq kohë sa shqiptarët nuk kanë interes të dalin të votojnë, ne duhet t'u nxjerrim të ngjashmit të tyre. Ne duhet t'i nxjerrim ata që i përfaqësojnë. Dhe mendoj që ka ardhur momenti që politika të reflektojë thellë dhe të bëjë një ndryshim të madh. Po, kjo në emër të Shqipërisë, në emër të Shqipërisë europiane, të asaj Shqipërie ku duhet të themi që kemi 30 e sa vite që themi e duam Shqipërinë si Europa, po fatkeqësisht sot Shqipëria jo vetëm se nuk është si Europa, por ka bërë hapa pas. Ju jeni kthyer një nga kritikët më të fortë të kryetarit të Partisë Demokratike dhe njerëzit më të afërt të tij brenda partisë. Çfarë nuk funksionon më në parti? Tani, edhe kritike, edhe afërt janë dy gjëra të cilat për hir të vërtetës, unë me zotin Berisha kam një raport shumë special. Unë me zotin Berisha kam folur gjithmonë shumë hapur. Ndoshta futem ndër ata njerëz të cilët flas krejt hapur me zotin Berisha. Shumë herë nuk përdor as kortezi. Për shkak të asaj çka ne kemi ndar gjatë udhëtimit ton politik. Nuk është hera e parë që unë mendoj ndryshe. Nuk është hera e parë që ne kemi patur diskutime me zotin Berisha. Mendoj që në atë mbledhje ishte keq menaxhimi i mbledhjes, për shkak se kryetarja nuk arriti dot ta menaxhonte si duhet, për shkak edhe të mungesës së eksperiencës, sepse të mendosh që në gjithë respektin që kam për zonjën e Miri si aktiviste, si aktore, por për hir të vërtetës në parti dhe në politik duhet një rrugtim politik. Pra, duhet një karrierë politike. Dhe zonja e Miri, para se të jetë antare e Këshillit Kombëtar, u bë kryetare e Këshillit Kombëtar. Unë nëse do më kishte pyetur, do t'i kisha thënë që jo. Atë ju them edhe studentëve të mi, ngjitja e shkallëve. Me njëhershme nuk është e mirë, sepse nuk e njeh partinë, nuk e di si funksionon. Unë jam për herë të tretë antare e Këshillit Kombëtar, edhe mendoj që e njoh mirë partinë, po patjetër që ka nga ata që e njohin shumë më mirë se sa unë partinë, se ka 20 vite, kanë 30 vite. Pra, mendoj që duhen ngjitur shkallët një nga një në politikë. Dhe mendoj që për shkak edhe të mungesës së eksperiencës në parti të zonjës së Miri, mendoj që pati edhe atë debat që për hir të vërtetës unë nuk do doja që të ishte mediatik, sepse unë zgjodha të flas brenda forumeve të partisë. Zgjodha të flas brenda Këshillit Kombëtar, aty ku na kanë zgjedhur demokratët. Pra nëse ne nuk e themi fjalën tonë brenda Këshillit Kombëtar, ku do ta themi vallë? Dhe
Në atë moment, zonja Emiri më kishte kthyer përgjigje me një mesazh 24 orë më përpara, ku unë kisha depozituar një rezolut, ashtu siç e thot statuti, dhe më kishte thënë që do të merrja fjalën. Dhe unë u ngrita për të marrë fjalën sipas komunikimit që kishte me zonjën Emiri. Patjetër që kur bëhet fjalë për integritetin e figurës time, unë nuk lejoj askënd që të shkelim mbi integritetin tim, sepse unë kam shumë respekt për figurën time, për Ilirianën, dhe askush nuk mundet që të më pengoj fjalën aq më tepër kur unë respektoj statutin, respektoj ligjin, respektoj të drejtën, atëherë minimalja që patjetër mund mos miratohej ai propozim. Pra, mund të hidhej në votim. Detyrimi i zonjës Emiri ishte për ta hedhur në votim. Pastaj, nëse do ta miratonin apo jo këtë rezolut antarët e Këshillit Kombëtar, kjo mbetej në dorën e antarëve të Këshillit Kombëtar. Zonja Emiri ka një votë të barabartë si unë. Pra, më lejoni t'ja u them, kam shumë respekt për aktivizmin e saj, për profesionalizmin e saj si profesioniste, por në momentin që në karrierë ngjitesh dhe katapultohesh, patjetër që ndodhen këto problematika. Pse vendosët të flisit pikërisht tani, çfarë ka ndryshuar? Unë nëse ka një person që ka folur vazhdimisht në Partinë Demokratike, mendoj që jam unë. Mbase tani është bërë mediatike? Po, ndoshta tani u bë mediatike. Por nëse pyesni në Partinë Demokratike, antarët e Këshillit Kombëtar do t'ju thonë që zonja Koçana flet në çdo mbledhje të Këshillit Kombëtar. Nëse flas mirë, flas keq. Nëse bëj propozime të drejta apo të gabuara, këtë duhet ta gjykojnë antarët e Këshillit Kombëtar dhe demokratët. Por unë në mbledhjet e Këshillit Kombëtar përcjell të gjitha shqetësimet që kanë demokratët, të gjitha ato të cilat e bëjnë më mirë Partinë Demokratike, të gjitha ato që i shërbejnë Partisë Demokratike. Por besoj që jam nga ata zëra të cilët kanë folur çdo herë kur kam menduar që diçka nuk shkon në Partinë Demokratike. Se fakti që ne jemi në opozitë kaq vite, diçka nuk shkon në partinë tonë. Dhe ne nuk duhet të kemi frikë nga kritika. Ne duhet të kemi frikë nga ata të cilët na thonë që po shkon gjithçka mirë. Dhe unë jam në atë parti se besoj edhe tek kryetari i saj, patjetër e kam ndjekur prej ditëve të para. Jam ndër njerëzit e parë që kam qenë nga të parët fare të Krogneri, ku ne kemi qenë shumë pak njerëz në foltore. E kam ndjekur Sali Berishën, se kam besuar te Sali Berisha, se besoj te Sali Berisha. Por duhet të themi që kur gjërat nuk shkojnë, patjetër që ne duhet të reagojmë. Dhe nuk jam vetëm unë që zotit Berisha i kanë kërkuar që mos ta kandidojë zotin Flamur Noka. Por janë shumë antarë të Këshillit Kombëtar, shumë antarë kryesie, deputet, njerëz të cilët në mënyrë private ne ja kishim thënë zotit Berisha që Flamur Noka pa i mohuar në asnjë moment aktivizmin e tij. Patjetër ishte ndër ata të cilët i doli në krah në fillim zotit Berisha. Ishte nga ata i cili mori përsipër një përgjegjësi shumë të madhe gjatë foltoreve. Pra unë ja njoh të gjitha meritat që ka zoti Noka. Por detyrën e sekretarit të përgjithshëm zoti Noka në 4 vjeçarin e tij nuk arriti dot të shkëlqente, nuk arriti dot ta menaxhonte. U krijuan shumë konflikte në bazë, u krijuan shumë konflikte në përdeg. Pra zoti Noka mbani mend besoj me një debat që pati zoti Noka me çështje parimesh, kuptohet. Me zotin Admir Sinamati. Admir Sinamati sot i mungon Partisë Demokratike, një intelektual dhe një njëri që i duhet kuksit, që e duan kuksianët, që e duan elektorati, i cili përfaqëson profesionalizëm, integritet. Sot Admir Sinamati nuk është në Partinë Demokratike nga Flamur Noka. Mor Admir Sinamatin se ka shumë njerëz të cilët janë larguar për shkak të Flamur Nokës. Por sekretari i përgjithshëm duhet të ketë patjetër duhet të ketë sensin për t'i ulë debatet, duhet të ketë sensin për të menaxhuar krizat në parti, duhet të jetë qytetar, duhet të jetë konsensual. Zoti Noka kohët e fundit filloi të bëhej arrogant, prepotent, filloi t'i dukej vetja si ishte Sali Berisha. Filloi që në zyrën e Flamur Nokës rrinë në radhë, më shumë njerëz rrinë në radhë përpara derës së Flamur Nokës se para derës Sali Berishës. E për mua kjo është e tmerrshme, pra që këtu, ndërkohë kryetar të Partisë Demokratike njerëzit njohin Sali Berishën. Njerëzit e kanë ndjek Sali Berishën pa logo, pa vul, 500.000 demokrati që ndruan krah Sali Berishës. Dhe duhet të themi që kur njerëzit fillojnë t'i pushtoj deliri si zotin Noka, atëherë mendoj që është momenti që edhe pse me kosto
politike apo personale, njeriu duhet dali përtej këtyre personalitetit. Më lejon t'ju them që nëpër kafenet, koleg, antar këshillit kombëtar, deputet, të gjithë të njëjtat fjali që kam thënë unë atë mbledhje i thonë. Pra unë nuk kam thënë asgjë më shumë se ato që thonë antarët e këshillit kombëtar, një pjesë e madhe, mbi 80% të antarëve të këshillit kombëtar, antarë kryesie dhe deputet, unë kam thënë ato që kanë thënë ata. Patjetër që unë guxova të luftoj jo një individ, sepse unë e dija që Flamur Noka do zgjidhej sekretari i përgjithshëm. Dhe kur mora përsipër ta bëja atë betejë, patjetër që unë e dija me kë bëja betejën. E dija që do të ishte për shkak të shtimit të numrave që ka bërë në Këshill Kombëtar, për shkak të atyre që ka pasur mundësi në 4 vite, unë e dija shumë mirë, edhe pse për hir të vërtetës, me vota Flamur Noka ka dalë shumë keq. Pra të mendosh nga 330 e sa antar të Këshillit Kombëtar, bashkë me deputet, me kryetar degësh, të marri vetëm 180 vota janë shumë pak. Ndërkohë ka marrë më shumë vota Marash Logu se sa Flamur Noka. Ka marrë më shumë vota Andi Mustafa se Flamur Noka. Kanë marrë shumë më shumë vota sekretariatet që janë varësi të Flamur Nokës se Flamur Noka. Dhe ai duhet ta lexoj qartë që ajo është vot kundër Flamur Nokës. Pra, edhe 80 votat e Sajmir Korreshit, me gjithë respektin që kam për zotin Korreshi, por edhe ata të cilët ka patur një fleta, keni parë në numërim bojkotim për të votuar për pjesën e Flamur Nokës. Pra kjo është një lloj revolte që është brenda strukturave të Partisë Demokratike. Dhe mendoj që kur ka një revolt ndaj një individi, por jo thjesht një individi, por ky individ tashmë është kthyer në fenomen që do ta diskutojmë besoj edhe më vonë. Atëherë unë guxova përtej propozimeve që ishin për të mirën e Partisë Demokratike, guxova të shkoj dhe të prek themrën e akilit, plagën e cila ka Partia Demokratike, mulizimin. Mulizimi, duhet të themi, që është gangren për Partinë Demokratike. Tashmë kemi të bëjmë me një fenomen i cili çdo ditë i krijon probleme Partisë Demokratike, me një fenomen që ka mbledhur një rreth vetës, mediokritet. Ku është parë që Partia Demokratike të përfaqësohet nga mediokritet, arrogancë, prepotencë, duhet të themi që kemi pas Pjetar Arbnorin, kemi pas Tomordosin, kemi pas figurat ndritura në Partinë Demokratike. Të pakonsumuara. Figurat të cilat kanë shkëlqyer në jetën e tyre politike. Pra, Pjetar Arbnori, Ridvan Bode, mos marr emra të tjerë, nëse për shembull ndjes past Sokol Oldashi, nëse Sokol Oldashit do t'i thuhej te varri ku është që Flamur Noka sot drejton Partinë Demokratike, kam idenë që do ngrihej nga aty ku është, sepse është e tmerrshme. Po, guxoj ta them. Pra po flas për njerëz të cilët kanë patur personalitet politik dhe e kanë njohur mulin, e kanë njohur mulin, Flamurin, atëherë kur Flamurin këta e mbanin për shërbimet që i duheshin Partisë Demokratike dhe këtyre. Dhe tani sot nga këta emra shkojmë tek Flamur Noka. Pra kjo i bën dëm Partisë. Persona të tjerë nga Flamur Noka dhe me që përmendet të ndjerin, si mund të ishte Partia Demokratike sot në drejtimin e tij? Po, mendoj që unë nuk e kam njohur Sokol Oldashin, por kam njohur historinë e Sokol Oldashit. Edhe mendoj që ishte një njeri me personalitet. Ishte një njeri me formim politik. Mendoj që fjalimet e Sokol Oldashit janë fjalime që mendoj që drithërojnë cilindon kur i dëgjon në parlament. Edhe sot është momenti për të kujtuar një nga fjalimet më të spikatura të Sokol Oldashit. Kur foli për votën e blerë, mbani mend që është një nga fjalimet i cili Sokol Oldashi e ka paralajmëruar këtë situatën që jemi sot në blerjen e votës, në mënyrën të bërit politik. Pra do thotë që ka qenë njëri me vizion politik, ka qenë njëri me background të madh. Mendoj që të qenurit një njëri, unë e shikoj në zonën elektorale kur flasin për Sokol Oldashin. Shikoj që ai ishte njëri i papërtuar politikisht, ju hap telefonin kujdo. Pra ky është modeli. Dhe nuk ishte ai arroganti siç është. Jo vetëm se nuk ishte arrogant, por më thonë që ai kishte një bon sens dhe kishte një përulësi përpara njerëzve, saqë njerëzit çuditeshin dhe çuditen edhe sot. Pra mora të ndjerin për të kujtuar shumë figurat e tjera, por mora Sokol Oldashin duke qenë se ka qenë mik, pra po themi Flamur Noka ka qenë afër Sokol Oldashit. Ka qenë shumë afër Sokol Oldashit.
Edhe mora pikërisht për të bërë një krahasim dhe jo pa qëllim e mora, por ti thua sot që Flamur Noka sot është ai që vendos gjithçka në Partinë Demokratike, ai që vendos këshilltarët, ai që vendos se kush do jetë këtu, ai që vendos anën ekonomike, ai që vendos anën politike, ai që vendos anën ligjore, më fal. Pronari i Partisë Demokratike është ky? Atëherë, tashmë, kjo nuk është thjesht një individ, po ky është një fenomen. Dhe ne nuk jemi në betejë me Flamur Nokën, asgjë personale me zotin Noka. Thjesht në luftë me fenomenin i cili dëmton Partinë Demokratike. Pas humbjes së zgjedhjeve, kush mban përgjegjësi politike? Pas humbjes së zgjedhjeve të gjithë duhet mbajnë përgjegjësi politike. Duke filluar nga kryetari i Partisë Demokratike, te sekretari, te drejtuesit politik, po edhe te ne që kemi qenë kandidat. Pra të gjithë pa përjashtim duhet mbajmë secili. Pastaj peshën politike varet pastaj nga hierarkia, varet nga përgjegjësia politike, por përgjegjësi për humbjen patjetër që kemi të gjithë pa përjashtim. Pra diçka nuk shkoi mirë. A duhet mbaj Berisha përgjegjësi për rezultatin e 11 majit? Tani, 11 maj duhet të themi që ashtu siç e thotë edhe OSB Odiri, ka qenë një vjedhje e cila unë kam qenë vetë kandidate për deputete, ka qenë një manipulim, kemi pas parti dhe shtet bashk, ku vetë raporti OSB Odirit e thotë që këto nuk janë zgjedhje të lira, këto nuk janë zgjedhje demokratike. Kemi pasur trysni, kanë para krimi, para droge, korrupsioni, banda kriminale, patjetër që zgjedhjet e 11 majit nuk kanë qenë zgjedhje. Dhe prandaj po ndodh kjo që po ndodh në shesh, dhe prandaj është ky reagim qytetar se në 11 maj nuk ka pasur zgjedhje. A ka humbur Berisha aftësinë për t'i bashkuar demokratët? Tani, Berisha është lider historik i Partisë Demokratike dhe demokratët e kanë idhull Sali Berishën e do ta kenë idhull për gjithë jetën figurën e Sali Berishës. Pra duhet të themi që është figura të cilët demokratët e kanë idhull dhe mendoj që për kaq kohë sa Sali Berisha qëndroi në këmbë në një moment kur mori një goditje Partia Demokratike, por edhe zoti Berisha në mënyrë të drejtë për drejtë, mendoj që 500.000 demokrati qëndruan krah Sali Berishës dhe kjo tregon qartë që Sali Berisha edhe në momentet më të vështira 500.000 demokrat i ka patur rreth tij. Por a mjaftojnë 500.000 demokrat? Jo, nuk mjaftojnë 500.000 demokrat për të ardhur në pushtet. Dhe të gjitha kritika që ne kemi brenda Partisë Demokratike janë pikërisht që këtë 500.000 demokrat për ta çuar në 800.000, në 900.000, në 1 milion shuplaka kundër qeverisë Edi Ramës. Dhe këto janë kritika për të fituar Partia Demokratike dhe nga narkoshtet për ta kthyer në një shtet ligjor. Nuk funksionon shteti sot. Madje unë mendoj që guxoj dhe shkoj përtej kësaj në një qeveri ku tendrat shpërndahen me mesazhe, në një qeveri ku dy zëvendës kryeministra janë njëri i arratisur, tjetri pritet nga momenti në moment të kërkon spaku për arrest, kur në një qeveri kur kryetar bashkish, ministra më shumë se gjysma kabinetit qeveritar dhe 70% e kryetarëve të bashkive janë në dyert të spakut, unë mendoj që kjo është narkoqeveri dhe shqiptarët janë në shesh pikërisht nga kjo. E do vazhdojnë të jenë në shesh deri në rrëzimin e kësaj narkoqeverie. Por ajo çka duhet të ofrojë Partia Demokratike është një model krejt ndryshe. Partia Demokratike duhet të ofrojë një model që të jetë krejt e kundërta e Edi Ramës. Nëse ne akuzojmë Edi Ramën që në rrethin e tij ka njerëz mediokër, ne nuk mund të mbajmë në përfaqësimin e Partisë Demokratike njerëz mediokër. Nëse ne akuzojmë Edi Ramën se ka deputet dhe njerëz të afërt të lidhur me bandat kriminale, me grupet kriminale, Partia Demokratike duhet bëj vettingun për gjithë secilin individ që është në forumet e larta të Partisë Demokratike, në Këshill Kombëtar, antar kryesie deri më tani. Atëherë, kemi bërë një kërkesë me disa firma deputetësh, antar kryesie, antar të Këshillit Kombëtar, ku e kemi depozituar zyrtarisht në Këshill Kombëtar dhe kemi kërkuar deserifikimin e Partisë Demokratike dhe vettingun e zyrtarëve të Partisë Demokratike. Nuk mundet që ne t'ju dalim shqiptarëve me njerëz të cilët e kanë babin pjesë të bandave apo të grupeve të strukturuara kriminale. Nuk mund t'ju dalim shqiptarëve kur kanë burrin, kur kanë vllajin, kur kanë po themi rrethin e ngushtë familjar. Nuk futëm përtej familjes burr, motër, vlla apo jo.
po themi vetëm në rrethin e ngushtë familjar. Po ne nuk mundet që këtyre t'ja u prezantojmë shqiptarëve që ne jemi ndryshe. Mendoj që ne duhet ju tregojmë shqiptarëve që jemi krejt e kundërta me Edi Ramën. Dhe mendoj që duhet bërë 1 minutë përpara vetingu i të çdo zyrtari në Partinë Demokratike. Unë deklaroj publikisht se nuk jam e lidhur me asnjë tender, se nuk kam asnjë familjar timin të punësuar në shtet, se nuk jam e lidhur me asnjë interes të Edi Ramës dhe qeverisë Edi Ramës. Dhe çdo opozitar që ka vendosur të bëjë opozit nuk duhet jetë i lidhur me këto. Bandat kriminale, besoj se e keni parë, ndoshta kanë bërë betejën më të madhe në Partinë Demokratike duke i quar vetë në SPAK, duke guxuar të çojë vetë bandat kriminale në SPAK. Nëse ti zgjedh të merresh me opozita nuk është luks për përfitime personale, as për tendera me flamujt të kuq. Besoj se më kuptoni kur them tendera me flamujt të kuq, pagar. Njerëz të cilët na hiqen si qendrëstar të Partisë Demokratike, po babai, vjerri, motra dhe vllai marrin tendera me flamujt të kuq. Më fal, po mua nuk më lidh asgjë me këta njerëz që janë në Partinë Demokratike. Mua nuk më lidh asgjë me njerëz të cilët ushqehen me tendrat e Edi Ramës. Dhe këta që kanë qendrëstar se marrin tendera dhe po vuajnë në opozit, dhe ne që flasim dhe jemi kritik për Partinë Demokratike dhe për përmirësimin e Partisë Demokratike, ne jemi njerëz të cilët nuk e duan Partinë Demokratike, ndërsa këta që marrin tendera këta e duan shumë Partinë Demokratike. A shpjegon kjo faktin që ju jeni opozit prej kaq kohësh? Tani, kjo është një pyetje ku duhet themi që në Partinë Demokratike ka burra dhe gra që meritojnë vërtet respekt. Në Partinë Demokratike ke burra dhe gra të fisëm. Ke njerëz të cilët janë në të vërtet opozitar. Por brenda Partisë Demokratike, patjetër që gojët e liga thonë që ka njerëz të cilët familjarët i kanë punësuar në pozicione afër Edi Ramës. Ku duhet të themi që po, që në Partinë Demokratike thuhet që ka njerëz të cilët janë të lidhura me tendrat e Edi Ramës. Pra, unë nuk mendoj që mund të jesh qendrëstar në opozit, ndërkohë merr tendera me flamujt kuq te Belinda Balluku, te Akshi apo tek ministrat e Edi Ramës. Dhe ja do t'ju sjell një shembull fare të thjeshtë. E dashur, para 4 viteve unë kam pas në garë një vajzë e cila në planin personal është vajzë e shkëlqyer, vajzë shumë e mirë, por në planin politik nuk i thot asgjë politikës. Kam pas në garë Megi Balliun. Dhe Megi Balliu sot është tek Edi Rama, është te takimet e Blendi Gonxhës me Sara Milen, dhe unë që kritikoj sot për të mirën e Partisë Demokratike, kam humbur garën përballë Megi Balliut, pra, në sekretariat. S'kam folur ndonjëherë, nuk e kam pas ndonjëherë unë për çështje personale fare as për pozicione. Mua nuk më bën pozicioni politik kjo që jam. Kjo që jam sot më kanë bërë betejat e mia, më kanë bërë të qenurit pranë elektoratit, më kanë bërë të hapurit telefonit gjatë gjithë kohës elektoratit. Telefoni im është gjithë kohës i hapur. Për të gjithë demokratët në gjithë Shqipërinë, sepse ne kemi zgjedhur që të bëjmë përfaqësuesin e demokratëve. Dhe tashmë jo vetëm përfaqësuesin e demokratëve, po ne duhet përfaqësojmë edhe elektoratin ngri. Ne duhet ju zgjojmë shpresën edhe atyre socialistëve të zhgënjur. Kemi patur nga ana tjetër sekretariate të tjera që sot mora vesh që ishte emëruar drejtoresh të turizmi. Pra, vuajnë, ta qendrëstarët të opozitës po vuajnë shumë. Zgjidhen antar kryesie, shkojnë drejtorat e Edi Rama. M'fal, a duhet heqi dorë Partia Demokratike nga ky model? Pra njerëz, jo pak, po kemi disa sekretarë, pra drejtues sekretariatësh, antar kryesie të cilët sot janë në gjirin e Edi Ramës. Dhe unë këtë fenomen kam luftuar. Pra, unë nuk kam ikur kurrë, as nuk do iki nga Partia Demokratike. Jam aty. Por do bëj betejën brenda Partisë Demokratike për përmirësimin e Partisë Demokratike. Po, do luftoj. Dhe javës që vjen do të depozitoj sërish një material i cili patjetër, po unë nuk i kam lënë kurrë betejat, ata që më njohin, unë nuk i lë kurrë betejat në mes. Do të depozitoj një material në Partinë Demokratike, ku ndoshta do t'i kërkoj mënyrë të drejtë për drejtë kryetarit Partisë Demokratike dhe organeve të Partisë Demokratike që kërkesën e cila është miratuar për të kaluar në rregullore në Komisionin e Etikës dhe ngritjen e një komisioni për të bërë vetting brenda Partisë Demokratike, kjo është betejë ime e radhës tashmë. Çdo njeri që është i lidhur me bandat kriminale,
çdo njeri dhe përfaqësues që ka telefonata dhe mesazhe me bandat kriminale, çdo njeri që ka të lidhur familjarët me bandat kriminale, me grup strukturuar kriminal, çdo njeri që është i lidhur me krimin, me korrupsionin, me tenderat e Belinda Ballukut, Akshit dhe Tedi Ramës, nuk ka se si të përfaqësojë demokratët. Demokrati nuk e mbyll dot muajin. Ta mendosh që demokratët sot me zor marrin ilaçet, me zor mbyllin muajin dhe demokratët të vuajnë e qëndrojnë krah Partisë Demokratike dhe për shkak të disa molla të kalbura në Partinë Demokratike, të kalbin edhe gjitha mollat e tjera që janë të mira në Partinë Demokratike. Ma kupto? Mbështet se pa. Jo, më kupto që unë nuk mundem të pranoj që të jem e barabart antar e Këshillit Kombëtar apo përfaqësuese lartë politike me dikë që merr tendrat e Belinda Balluku, me dikë që merr tendrat e Akshi, me dikë që përfiton dhe ka familjarët në punë të Edi Rama. Tani unë nuk e kuptoj dot se çfarë opozite bëjnë këta, ku këta kanë gratë drejtoresha. Po më po kanë gratë, po më po kanë burrat, kanë vëllezërit, kanë motra. Unë nuk arrit të kuptoj dot, po janë shumë ata që kanë. Atëherë, dashur, unë nuk dal tek emrat. Unë flas gjithmonë për fenomenin. Edhe mulizimi është fenomen. Aty do të ndalesh. Edhe mulizimi është fenomen. Dhe kur flas për fenomenin, e kam për fenomenin i cili e dëmton Partinë Demokratike dhe nuk e lejon Partinë Demokratike të eci përpara, sepse nëse dikush merr tendrat e Belinda Balluku, nuk ka se si të bëj opozit përballë Belinda Ballukut. Po do bëj fushat për Belinda Ballukun. Atëherë pse Berisha nuk përmend asnjëherë ose të denoncoj, nuk flet kur me emra të biznesmenëve në konferenca për shtyp? Mendoj që Berisha ka përmendur biznesmen, ka përmendur oligark. Besoj që deklaratën e fundit që dha para pak ditësh zoti Berisha guxoi të shkonte në emra të cilët duhet të themi që sot për sot është një nga oligarkët që është i lidhur drejt për drejt me Zvernecin, është i lidhur drejt për drejt me interesat madhore me Edi Ramën. Nuk mendon se mund të bënte edhe më shumë se ka 12 vite në opozit? Atëherë, nëse më pyesni për zotin Berisha, mendoj që nëse ka një politikan, jo në Shqipëri, por edhe më tej, i cili ka guxuar të përmendi bandat kriminale, të luftoj bandat kriminale. Pra zoti Berisha njihet për kurajën e tij. Dhe është politikan i hekurt, është politikan i fortë dhe më lejoni ju them që zoti Berisha njihet nga ata njerëz, nuk del sot kush në Shqipëri që të thotë një nga banditët apo kriminalët, të dalë dhe të thotë që un kam telefonuar apo kam folë në telefon me Sali Berishën. Pra nuk ndodh kjo gjë. Ndërkohë Edi Ramën e marrin edhe nga burgu kriminalët, e marrin bandat kriminale, e marrin edhe i vendosin edhe se kush duhet jetë deputet, edhe kush duhet jetë ministër. Pra, kur vjen puna te çështja te zoti Berisha, ne ndahemi në këtë pikë. Po zoti Berisha, për sa i përket anës së moralit, qoftë personal, qoftë profesional, qoftë politik, mendoj që është një figurë e cila vërtet i përfaqëson demokratët. Por zoti Berisha tashmë në këtë moment duhet të reagojë. Dhe duhet të reagojnë ndaj fenomeneve që po e dëmtojnë Partinë Demokratike. Dhe zoti Berisha vetëm nëpërmjet përgjigjes me akte politike ju shërben këtyre kërkesave të demokratëve. Në qoftë se demokratët i kanë thënë në çdo sallë Sali Berishës që nuk duhet jetë Flamur Noka sekretari i përgjithshëm, mendoj që zoti Berisha duhet dëgjojë demokratët. Po pse e mban zoti Berisha akoma Flamur Nokën? Tani unë mendoj që kjo është pyetje për zotin Berisha, sepse e mban apo pse e ka propozuar, sepse statuti ja jep të drejtën për të propozuar antarët e kryesisë, sekretariatet zotit Berisha, dhe besoj që do të ishte në të mirën e PD-s që zoti Berisha të gjende një figurë tjetër. Nuk them ta largoj Flamur Nokën. Në mos Flamur Nokën, kush mund të ishte ajo figurë tjetër? Ta moralizoti. I përndjekur demokrat, e njohin dhe e duan demokratët, figurë përfaqësuese dinjitoze. Luciano Boçi, figurë e cila ka treguar jo vetëm qytetari, po ka treguar që është politikan i mirëfillt. E la jashtë liste zoti Basha Thyu Herzin, e mbani mend. Pra këta janë njerëz që kanë treguar me akte të forta politike, e çoi në Shkodër, drejtues politik. Shkoi dhe qëndroi përballë bajrave atje, qëndroi përballë sfidave të mëdha në Shkodër. Pra, këto janë modele politikanësh të cilët kanë treguar edhe koherencë, po kanë treguar edhe rezistencë, po kanë treguar edhe pjekuri politike, por dhe maturi, po mbi të gjitha janë njerëz të cilët ju siguroj që nuk do nxisnin konflikte, përkundrazi, do t'i sheshonin konfliktet të cilat mund të jenë në Partinë Demokratike. Dhe kur kam kërkuar
personalisht i kam kërkuar në vetë të parë, unë kam folë vetë me zotin Berisha, nuk i kam kërkuar të largoj Flamur Nokën, sepse unë nuk jam as kushi për t'i treguar as kujt se kush duhet rritë dhe kush duhet ikin Partinë Demokratike. Por për të përcjell zërin e mira demokratëve të cilët thonë, Flamur Noka nuk duhet jetë sekretari i përgjithshëm. Kemi humbë disa zgjedhje, nuk kam bajt asnjë lloj përgjegjësie. Është njeriu kryesor në menaxhimin apo jo? Po. Nuk kam bajt asnjë lloj përgjegjësie. Vetë zoti Noka do duhej që mos garonte, po duhet të ndiqte shembullin e Palokës. Do të thotë, po, i hap rrugë ripërtëritjes. Dhe nëse flasim për ripërtëritje, duhet jetë ripërtëritje. Tani nëse këta e pandejnë veten, një është Sali Berisha aty. Nëse këta e pandejnë veten gjithë të pazëvendësueshëm, atëherë ky është problem për Partinë Demokratike dhe për ata që kanë këtë lloj mendësie. Pas deklaratës që ke dhënë për Flamur Nokën, ke pasur komunikim me të? Me kë? Me zotin Noka? Po. Po më fal, po çfarë më flasur me zotin Noka? S'të ka thënë asgjë pas deklaratës që ti ke thënë? Më fal. E para njëherë zoti Noka nuk më thot dot gjë. Këtë po ta siguroj. Maksimumi që mund të bëj zoti Noka mund të fusi ca komentues për të komentuar, po un jam pedagoge komunikimi, nuk bi prej këtyre provokimeve. Un edhe komentuesit i ka shumë numër të vogël që nuk po ja bëjnë dot, edhe shkrimet që mundohet të bëj, po themi kundër meje, nuk ja shpërndan asnjë portal, asnjë media, pra zoti Noka e shikon që nuk është betejë me Ilorianën, kjo është betejë me parimin dhe unë nuk e kam me zotin Noka. Zoti Noka merret me këto lojrat edhe intrigat e vogla brenda partisë, e ka talent këtë pjesë, e ka pas gjithmonë talent intrigat brenda partisë, me konjunkturat, po zoti Noka nuk shkon dot, un kam dalë për te emrit, pra unë nuk kam fol thjesht për zotin Noka, kam fol për vizion, kam fol se si bëhet fituese Partia Demokratike, kam treguar se çfarë platforme dhe si duhet afrohemi me sheshin. Pra unë e ftoj zotin Noka të vi dhe dalin protest krah për krah me mua. Ja po e ftoj publikisht. E ftoj zotin Noka të vi në protest me mua dhe cili do të jetë qëndrimi për zotin Noka dhe cili do të jetë qëndrimi për mua mes protestuesve. Unë jam çdo ditë në protest. Dhe mendoj që politikanë të cilët nuk i pranon më sheshi janë politikanë të cilët kanë probleme dhe duhet ta kuptojnë këtë gjë. Pra kjo është pikpyetja e madhe. Ndërkohë zoti Berisha kishte mundësinë për të bërë sekretar të përgjithshëm në pikën më kyçe në Partinë Demokratike, një person i cili nuk ka ngarkesa nga 4 vjeçari i shkuar, një person i cili sheshon sherrët, një person i cili jemi përpara zgjedhjeve, duhet të gjej të gjitha format për t'i bashkuar dhe për t'i ulur të gjithë aktorët, edhe ata që mendojnë ndryshe. A duam fitojmë zgjedhjet? Po. Duhet bashkohemi gjithë bashk. S'ka. Ndërsa, për sa i përket mulizimit, unë luftoj fenomenin, nuk merrem me Flamurin. Flamurin në planin personal dalë respektoj, pi kafe me të kur të doj, po në planin personal patjetër, kur të doj. Në planin politik unë jam ndarë me Flamur Nokën. Tani kam dhe një pyetje fundit për ju. A jeni ende në Partinë Demokratike nga bindja, apo nga shpresa se ajo mund të ndryshoj? Unë jam Partinë Demokratike nga shpresa që presin shqiptarët. Unë jam në Partinë Demokratike se besoj se Partia Demokratike mund bëhet më e mirë. Unë jam Partinë Demokratike se mendoj se të duhet të jetë alternativa qeverisëse. Unë jam në Partinë Demokratike dhe po bëj një betejë me kosto të cilat besoj se i kuptoni vetë. Pra, ju i keni parë. Pra, unë kur kam marrë përsipër për të bërë një betejë, dhe nuk është betejë e parë. Unë kam patur shumë raste që kam kundërshtuar gjëra të cilat që nga primarët, që nga disa rregullore dhe disa gjëra që kanë bërë brenda Këshillit Kombëtar, të cilat më vonë treguan që primarët nuk bën gjë tjetër veç se përçarën Partinë Demokratike. Ne i kemi thënë atëherë zotit Berisha, nëse duan primare, hajde, pa lista të zgjedhura, kutin mes sheshit të votoj kush të doj. Ky është politikani. Politikani nuk ka frikë nga vota. Politikani nuk ka frikë as nga komentet, as nga shkrimet negative, as nga kritikat. Dhe unë e ftoj zotin Noka të ngritë në nivelin e një politikani, të ngritë në nivelin e duhur aty ku duhet, mos merret, më thash si gratë që pinë kafe turke. Më fal, me gjithë respektin që kam për gratë. Po them të niveli politik, flasim për politikë bërje. Pra, mos të merret më tha dhe i thash, po ta ngri nivelin politik që Partinë Demokratike të kthej përgjigjen e pyetjes, ta bëj edhe bindje edhe shpresë për shqiptarët, që shqiptarët jenë të bindur që Partia Demokratike fiton. Është një parti demokratike më e mirë, është një parti demokratike e cila nuk ka kosto.
Pra më lejoni t'ju them që Partia Demokratike ka bërë zgjedhje në sekretariate figura shumë të mira. Po, në nivelin e sekretariateve ka figura të jashtëzakonshme në Partinë Demokratike. Pra unë nuk jam kritikuese për gjithçka, unë jam kritikuese për thelbin. Por çfarë mund të bëjnë këta sekretariatet ku shefi i tyre është Muli? Po, shefi i tyre është Muli. Ku më lejoni t'ja u them që në nivelin intelektual, në nivelin profesional, do shta janë shumë më lartë se sa Muli. Tani unë e kam në këtë prizëm, e kam si Partia Demokratike të bëhet më e mirë. Partia Demokratike ka mundësinë, ka djem dhe vajza të shkëlqyer. Partia Demokratike është parti e mendimit të lirë, është parti e cila nuk duhet këtë frikë nga kritika, është parti e cila duhet jetë ashtu siç e krijuam. Më lejo të them pse dhe si kthehet Partia Demokratike në atë çka ju thatë. Rithemelimi. Pra, ne kaluam një fazë shumë të vështirë dhe nëse Partia Demokratike nuk rikthehet tek rithemelimi, tek njerëzit e rithemelimit, tek vlerat për të cilat filloi rithemelimi, mendoj që Partia Demokratike ka një problem shumë të madh. Më thoni pak, sa prej njerëzve të rithemelimit, nga ata të parë që kemi qenë te Rogneri po flas. Jo këta që erdhën rrugës. Se gjatë rrugës erdhi edhe Gazbardhi, edhe Gjek Marka, që u katapultuan u bënën kryetar. Po flas nga ata qendrëstarët e parë. Nga qendrëstarët e parë të rithemelimit në kupolën të lartë drejtuese të Partisë Demokratike ke vetëm Flamur Nokën dhe Sali Berishën. Luciano Voçi nuk është. Figurat e tjera të cilët ishin në rithemelim që prej fillimit nuk janë. Pra, çfarë ndodhi me rithemelimin? Pse u larguan gjithë njerëzit e rithemelimit? Pse u zëvendësuan gjatë rrugës me njerëz herë anonim politik? Nuk flas në planin personal. Po. Karriera politike duhet të ketë një rrugtim. Dhe ti nuk mund të marrësh njerëz nga rruga dhe thuash po hap partinë dhe ti marrësh dhe ti çosh në pozicione më të larta. Duhet të kenë një rrugtim politik, duhet të kenë treguar sfida, duhet të kenë treguar betejë, duhet të kenë treguar mbi të gjitha që kanë besueshmërinë tek institucionet. Pra, jo herën e parë që nuk i bën deputet iki në krahët e Edi Ramës. Ju thash, ke disa anëtar të kryesisë të cilët sot janë në krahët e Edi Ramës. Drejtora, drejtoresha, janë të luhatur, domethënë. Jo vetëm se nuk është çështja, në politik ka vendimarrje. Në politik ka koherencë politike. Dhe kur flasim për politikën, politika duhet ta shohim në nivel makro. Pra duhet ta shohim si interesin publik, duhet ta shohim si përgjegjësi, dhe që të merresh me politikë kërkon mbi të gjitha qëndrueshmëri. Jo herën e parë që nuk u bën. Pra, unë po ju them, a kam pasur kritikat e mia për listën e mbyllur? Patjetër kam pasur dhe kam shprehur edhe në ato kohë. A kam pasur kritika për rinumrimin? Patjetër kam çuar një turp i madh. Kasi e mbyllur rinumrimin e Durrësit. Pra kam pas, nuk është hera e parë që un kam kritika. Por nuk kam ikur nga Partia Demokratike. Nuk kam shkuar në krahët e Edi Ramës. Kështu që të luftojmë brenda Partisë Demokratike për ta bërë Partinë Demokratike më të mirë, se cili do që është politik për një kock, cili do që është në politik, më lejoni t'ja u them, për një rrogë, unë i sugjeroj që mund të bëjnë shumë më shumë lek në një biznes. Mos të harxojnë paratë e shqiptarëve dhe t'i lënë mira demokratë dhe shqiptarë që besojnë tek ta dhe e kanë mandatin jo për shkak të votave të tyre, po për shkak të listës së mbyllur. Pra Partia Demokratike ka bërë disa gabime. Ka bërë gabime që rithemelimi u la jashtë, ka bërë Edith Harxhi. A duhet ishte deputete në parlament? Patjetër që duhet ishte ndër të parët e rithemelimit. Kemi emra të tjerë pafund të cilët i kam parë në rithemelim. Avenir Peka, një figurë e cila kur del mediatikisht e nderon Partinë Demokratike. Qoftë në planin ndërkombëtar, për nivelin dhe kapacitetin që ka, por qoftë në planin kombëtar, të dalit dikush sot dhe të thotë që po, pse nuk duhet ishte Avenir Peka në një pozicion drejtues në Partinë Demokratike, ku duhet të themi që Partia Demokratike ka nevojë për Avenir, një Avenir për Partinë Demokratike, sa ai është zotrin punë të veta, po si Aveniri ke plot emra të tjerë të cilët duhet ishin përfaqësues në nivele, por më lejoni të marr emra të cilët më kujtuan emrat e parë që kam parë tek rithemelimi. Zoti Hoxha ka qenë pjesë shumë aktive, ka qenë ndër të parët e rithemelimit. Madje Zoti Hoxha ka patur edhe ka qenë shumë afër Zotit në kuptimin në bërin e punëve të Zotit Noka gjatë foltoreve. Pra, emra të tjerë pafund të cilët gjatë rrugës jo vetëm se nuk u vlerësuan, sepse fibra e vërtetë e Partisë Demokratike është rithemelimi. Jo vetëm se nuk u vlerësuan,
por u zëvendësuan me njerëz anonim politik. Sollëm Agron Gjekmarkaj dhe Gazmend Bardhin ex officio. Mirë, në fillim isha dakord dhe unë që të vinin për Bashkimin e Partisë Demokratike. Po përjetësisht do jenë ex officio këta nënkryetar, se unë dua ta kuptoj logjikën tani. A duhet jenë përjetësisht ex officio për që nënkryetar partie këta? Pse duhet jenë? Duhet jenë sepse në 8 janar, unë nuk e harroj 8 janarin. Se në 8 janar demokratët ishin duke vdek nga gazi dhe kishin këta përballë. Duhet jenë këta nënkryetar të përjetshëm për deklaratat e Partisë Demokratike. Mbani mend çfarë deklaratash kanë bërë? Për cilën arsye? Duhet jenë se kanë bërë vota dhe kanë vota në elektorat. Shkoj ta provoj veten Agron Gjekmarkaj në qarkun e Lezhës. Po, të dalin listë hapur, se unë sinqerisht nuk i kuptoj këta. A ka burra ky vend edhe politika? A ka burra se një burr, për shembull, Bujar Leskaj, shprehur në mbledhje këshillit kombëtar dhe ka thënë, të gjithë drejtuesit politik të dalim listë hapur. Po du të jesh burr, pastaj të bësh burr shteti. S'bosh do të burr shteti e politikan e drejtosh politikët e të tjerët kur ti vetë s'ke burrnin rreth parë. Dhe ky është problem shumë i madh. Pra, Bujar Leskaj, duke qenë vetë drejtues politik, në mbledhje këshillit kombëtar ka thënë të gjithë drejtuesit politik të dalim listë hapur. Flamur Noka të dilten listë hapur. Pra, a janë njerëz ta të cilët kanë patur poste, kanë patur benefite në Partinë Demokratike, Edhe eksperiencë. Po kanë vite në Partinë Demokratike. Dhe nëse këta nuk janë të sigurt që fitojnë mandatin, ky është problemi i tyre. Pastaj, ne që flasim dhe duam Partinë Demokratike më të mirë, ne jemi problematik. Ndërsa këta që marrin tendera me flamujt kuq, edhe këta që kanë familjarët në punë me Edi Ramën, këta janë qendrëstar. Vuajnë shumë, qëndrojnë shumë duke marrë tendera. Ata e dinë se si po qëndrojnë duke marrë tendera. Ata e dinë si po qëndrojnë duke u paguar me rroga të majme në pozicionet më kyçe të Edi Rama. Ata e dinë, drejtoresha, gratë, burrat, motrat, vëllezërit, ata e dinë. Ndërsa zonja Kuçana, që nuk ka askënd të punësuar në shtet, që zonja Kuçana i sfidoi publikisht të më gjejë një tender, një lidhje me krimin, me korrupsionin, me bandat, ma gjej një lidhje dhe unë nesër tërhiqem nga jeta politike dhe publike. Pra, politika duhet ndërtuar mbi moral. Dhe ka ardhur momenti që në politikë të ketë një moral. Dhe ju bëj me dije që javën që vjen do të ketë zhvillime të tjera, ku unë jam duke hartuar sërish një material për t'i kërkuar zotit Berisha vetingun brenda Partisë Demokratike. Nëse Partia Demokratike duhet të qeverisi dhe do duhet të qeverisi për të qenë alternativë shprese për shqiptarët, në radhë të parë duhet të bëhet model brenda shtëpisë vet. Dhe kur të bëhemi model brenda shtëpisë tonë, ku të tjerët të mos na tregojnë me gisht siç na i tregojnë nëpër studio televizive. A e di se çfarë kompleksi kemi në studio televizive kur shkojmë, jo për veten tonë personalisht, po se na e bëjnë me gisht për njerëzit të cilët janë të lidhur. Për antarët. Për njerëz, për zyrtarët Partisë Demokratike, të cilët kanë kunatin, të cilët kanë motrën, kanë vllajin, të cilët për antarët të cilët janë të devotshëm në komente Facebook. Po, sepse flamuri këta ka gjetur. Ata marrin tendera me flamujt kuq dhe janë të devotshëm për të bërë kritika dhe komente nëpër Facebook-ra. Po i them flamurit edhe shokëve të flamurit, se flamuri nuk ka shok. Se flamuri gjithë jetës vet në planin personal shokëve ja u ka fut parve. Po. Shokun më të mirë ka pas Sokolov Dashin. Flamuri ka talent. Gjën e parë që bën ja u fut shokëve. Dhe një njeri që nuk ka besueshmëri për të qenë i qëndrueshëm me shokët, nuk ka besueshmëri për të qenë i qëndrueshëm as me elektoratin, as me pjesën tjetër. Po, mendoj që zoti Berisha duhet reflektoj sa është në kohë. Të shpresojmë. Jo, duhet reflektoj për të mirën e demokratëve, për të mirën e Partisë Demokratike, sepse kur flasim për ripërtëritja duhet të jetë edhe në kupolën e lartë drejtuese. Janë ripërtërirë Këshilli Kombëtar, po. Është ripërtërirë kryesia, po. Është ripërtërirë sekretariatet, po kupola drejtuese. Në qoftë se ripërtëritja pas ka qenë vetëm për të larguar Luciano Boçin, unë nuk e di, se po të njëjtët janë. Të njëjtët emra në kupolën drejtuese, po ta shikosh emrat e kupolës drejtuese janë po të njëjtët emra. Tani nëse kjo është ripërtëritja, atëherë nëse na pas kam plakur partinë Luciano Boçi, atëherë Luciano Boçit i them sot nga këtu që po tashmë jemi të ripërtërirë, tash jemi të gjithë të ripërtërirë në kupolën e lartë të Partisë Demokratike. Po kjo është çesharake fare tani. Tash o duhet bëhemi serioz me demokratë me shqiptarëve, ose e vërteta është e hidhur, është e dhimbshme. Patjetër nuk ka qenë fort e thjeshtë, Nuk ka qenë fort e thjeshtë që unë si bashkëpunëtore
e Sali Berishës. Të jesh një zë kritik. Po patjetër, sepse unë zotin Berisha ju e dini. Po. Unë zotin Berisha e kam ndjekur prej hapave të parë. Nuk i kam ikur zotit Berisha askur s'm ka bërë deputete. Nuk i kam ikur zotit Berisha askur kam humbë sekretariat. Nuk i kam ikë zotit Berisha askur humban kryesi. Pse? Unë jam Partinë Demokratike, jam aty. Nuk jam për pozicion, unë për karrikime personale. Unë kam hyrë në politikë realizuar në planin personal. Pra unë nuk kam hyrë për të marrë një rrogë në politikë. Kam hyrë për mision dhe për një vizion shumë më të gjerë se sa mendojnë ata. Ata të cilët më gjykojnë mua janë njerëz të cilët mendojnë vetëm për një rrogë. Janë njerëz të cilët në politikën e kanë si lopë për ta mielur, ndërsa unë nuk kam asnjë lloj nevoje në planin personal. As ekonomik, as në planin e formimit. Unë jam njëri që vi nga bota akademike, jam njëri që vi nga shoqëria civile, kam shkuar për t'i dhënë, më lejoni t'ja u them këtu, nuk kam marrë kurrë asgjë nga Partia Demokratike. Asgjë nuk kam marrë nga Partia Demokratike, vetëm i kam dhënë Partisë Demokratike. Dhe unë që kritikoj për të mirën e Partisë Demokratike, unë dale keqja këtu. Këta që marrin tendera me flamujt kuq dhe këta që kanë familjarët të punësuar dhe familjarët nëpër grupet strukturuara kriminale, këta nuk janë të këqij. Sonja Kuçana, të falenderoj shumë. Faleminderit ju. Do doja të rrinim dhe më gjatë, por për shkak të kohës nuk mund ta zhvillojmë më tej dhe shpresoj të vish sërish. Je mirëpritur gjithmonë. Faleminderit shumë. Unë ndjeva shumë mirë në bisedën me ju dhe sa mirë që ka të rinj e të reja si ju, të cilët vërtet mua më përcollët gjithë pozitivitetin, gjithë profesionalizmin dhe unë ndjeva sikur isha në një bisedë miqësore, në një nga kafet me miqtë e mi apo më një nga të afërmit e mi. Të falenderoj shumë për gjithë të energji pozitive. Industria e veshjeve dhe këpucëve në krizë, çfarë po ndodh me fasonerinë në Shqipëri? Për këtë do të flasim me Florian Zekja. Florian, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe ju uroj jetë gjatësi dhe punë të marrë me këtë mision që keni marrë. Faleminderit. Si e shpjegoni rënjën e eksporteve në industrinë e fasonerisë? Cilat janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar? Rënja ka filluar, themi, graduale, por edhe me dy shifra që në 6 muajorin e 2 të 2023-shit, atëherë kur me të vërtet filloi të ndihet efekti i rënjes, themi, të lirë të monedhës euro apo forcimi i monedhës lek. Dhe që nga kjo periudhë mund të them që rënja ka qenë e përmuajshme dhe kemi arritur në një pikë për shumë faktorë, kemi arritur në një pikë që muajin e kaluar, pra rënja ishte me dyshifror, ishte 14.2% dhe muajin e kaluar dhe qershori ishte me 3.8%. Me fjalë janë shifra të konsiderueshme kur flitet për një sektor i cili është eksportuesi më i madh në Shqipëri me mbulon 30% të eksporteve shqiptare. Sa pesh ka pasur zhvlerësimi i euros në këtë situatë? A është ky problemi kryesor apo ka edhe faktorë të tjerë? Atëherë, që nga 2023, kur periudhën që përmenda, kemi një rënje prej 33% të monedhës euro dhe mund të them që kjo ka qenë, themi, gjeneza e shumicës problematikave që kemi pas ne. Pastaj, këtu mund të fusim edhe me vështirësi që ka çdo biznes, themi, për sa i përket rritjes së kostove, mund të përmendim zhvillime gjeopolitike të kohëve të fundit, të cilët kanë ndikuar shumë në transport, në ndërlidhje, në dërgimin e lëndëve të para, po ashtu edhe në efektin psikologjik të këtij sektori të themi të veshjeve dhe të këpucëve, sepse siç e dim, këta janë dy sektor ku janë shumë sensibël dhe arrin të perceptojnë më përpara rënien apo krizat e ndryshme. Apo humbet Shqipëria konkurrencën përballë vendeve të tjera të rajonit, ku po zhvendoset prodhimi? Patjetër që Shqipëria po humb këtë vend të mirë që kishte marrë vitet e fundit, ku produktet Made in Albania ishin mjaft të preferuar për partnerët tanë europian, por dhe me gjërë. Kështu që me rënien e këtij sektori, me një reduktim, dhe mund të them në shifra, me gati 50% që nga 2023, që është viti më i mirë i joni, por problemi është që jo vetëm sektori jonë, por gjithë sektor të eksportues dhe prodhues po dalin jashtë tregu dhe këtu kam parasysh si agrobiznesin, përpunimin e peshkut, kemi
sektor të tjerë, po duash edhe turizmi e ka ndjerë problemin e eros, ndërtimi, shumë me fjalë me pak fjalë të gjithë sektorët të cilët janë prodhojnë dhe eksportojnë, po e ndjejnë këtë dhe dal nga dal, po dalin edhe nga tregu dhe këtë e tregojnë edhe shifrat e Instat ku deficiti tregtar po rritet nga muaji në muaj. Sa kompani kanë reduktuar aktivitetin ose kanë mbyllur dyert gjatë muajve të fundit? Të dhënat sakta ne nuk kemi sepse është një situatë mjaft dinamike ku shumë biznese kanë reduktuar linjet e tyre apo kanë ndaluar investimet për të ardhmen, kështu që një statistikë të saktë nuk e kam, po ma merr mendje që një 15-17% ka pas reduktim. Dhe nëse vazhdon situata e tillë deri në fund vitit, mund të them që kjo përqindje do rritet, ndoshta mund të shkojë deri në 20 apo 25%. Po për vendet e punës, sa vende punë janë reduktuar deri tani? Unë mund të marr për bazë një dhënë që ka nxjerrë Banka e Shqipërisë, kam përshtypur para 2 muajsh, ku vlerësoi që nga sektori jonë janë larguar rreth 16.500 veta dhe kjo është e vetmja e dhënë saktë, sepse nga tatimet apo nga zyrat e punës nuk kemi të dhënat sakta dhe mund të them që kjo shifër mund të jetë reale, por ndoshta edhe diçka më shumë, sepse në momente të tilla për reduktimin e kostove, normalisht që shifet pjesa e parë shifet çështja e fuqisë punëtore, sepse është zëri kryesor që ndikon në sektorin tonë. Tek punëtorët e fasonerive veçanërisht janë gratë, ato që janë më të prekura. 90%. 90%. A ka nisur një valë largimesh nga sektori? Po siç e thash, përderisa janë larguar mbi 16.500 këta janë gra e vajza që unë shpresoj që një pjesë e tyre ta kenë gjetë veten ndoshta në një sektor që është në zhvillim siç mund të jetë sektori i turizmit, por që është e vështirë sepse persona me një aftësi të tillë që kanë 20 e ca vjet apo 30 vjet që janë të specializuar në një sektor siç është ai i manufakturës, ndaç të veshjet, ndaç të kputucët, mund të them që e ka shumë të vështirë të integrohet në një sektor tjetër, sektor të ngjashëm, mos të çojmë në përmend që mund të integrohet po themi në call center apo në administratë, sepse vetë themi ajo instruksioni dhe përvoja e punës ka qenë e kufizuar në sektorin e manufakturës. Me çfarë zëvendësohen këto punëtorë që janë larguar, sepse kemi parë shpesh që vijnë nga Bangladeshi apo vende të tjera të treta? Atëherë çështja e punëtorëve të huaj është pak specifike sepse mund të them që është një në mënyrat që ka detyruar biznesin e manufakturës, por jo vetëm, sepse shohim që vetëm vitin e fundit ka pas një rritje me gati me 50% për sa i përket përthithjes së punëtorëve të huaj dhe kjo ka qenë në ato mënyrat për të frenuar kostot, sepse siç e dim gjithë dhe me rritjen e inflacionit, me rritjen e kostove të jetesës, edhe për qytetar shqiptar nevoja për të pas një mirëqenie apo për të pas një likuiditet më të lartë ka qenë evidente. Kështu që me përthithjen e këtyre punëtorëve mendoj që është një mënyrë e cila po funksionon dhe do funksionojë edhe më shumë kohët e fundit, sepse është një metodë e cila veç se kolaudohet dhe me përthithjen e këtyre punëtorëve të cilët kanë disponibilitetin për të punuar, janë punëtorë të cilët e njohin emigracionin, vinë me qëllime të sakta për të përmbushur ato kontrata 1 vjeçare apo 2 vjeçare dhe për të kthyer në vendet e tyre. Kështu që kjo është është një ndër krahas modernizimit, automatizimit, digitalizimit, është një ndër mënyrat për të frenuar kostot. Po pse largohen atëherë punëtorët nga fasoneria, më fal? Çështja e rrogës, janë të pakënaqur me rrogën apo mbi ngarkesës së punës? Cilat janë arsyet që largohen? Ka shumë faktorë. Faktorët janë të ndryshëm dhe mund të përmend edhe migracionin. Një pjesë e punëtorëve tonë po drejtohen, po shkojnë, po kërkojnë eksperjenca të tjera në vendet evropiane. Ajo që thash unë, pamundësia për të rritur pagat për punëdhënësit e sektorit manufakturës, sepse nëse themi që euro është vlerësuar me 33%, këto janë kostot të cilat i kanë mbajtur punëdhënësi. Dhe kundrejt i ndodhur mes dy zjarrës,
rënja e erës dhe pamundësia për të rritur pagat ka çuar atë që një pjesë e punëtorëve tanë të shohin alternativa tjera, siç e thash, mund të jetë emigracioni, mund të jetë integrimi në një sektor tjetër, mund të jetë edhe punësimi në administrat, por e kam në administrat në profesion me profil të ulët, jo me profil të lartë. Si e parashikoni ecurjen e fasonerisë në fund të vitit, në fund të këtij viti, a prisni përkeqësime të situatës? Nëse nuk merren masa konkrete dhe emergjente. Si për shembull? Masat janë të ndryshme. Një nga këto masa duhet të ishte injektimi i paras në ndihmë të biznesit manufakturës, kompensimi i kësaj rënje pjesërisht ndoshta nga ana e qeverisë, sepse themi drejta dhe qeveria nga rënja e euros pat një avantazh të madh ku arriti të ulë borxhin e jashtëm nga 78% në 52% dhe mendoj që këtë avantazh që psoi qeveria, që përfitoi qeveria, mund ta ndihmoj biznesin e manufakturës, po ashtu dhe politikat ndryshme, të cilat mund të jenë për të mbrojtur ato prodhues të cilët kanë marrë guximin të dalin në treg, duke bërë politika mbrojtëse për sa i përket mbrojtjes produktit shqiptar kundrejt produkteve që vijnë nga importi. Masat janë të ndryshme, mund ato që kanë mekanizma të dorë, siç është Banka e Shqipërisë apo dhe Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë, mund t'i përdorin për ta shpëtuar një sektor i cili ka mbi 35 vjet që është lider në Shqipëri. A ka ende interes për të punuar në këtë sektor, apo mungesa e fuqisë punëtore është kthyer në një problem shtesë? Çështja e fuqisë punëtore për më tepër asaj kualifikuar nuk më mendoj që është vetëm problemi i sektorit ton. Ajo është një problem në media, është problem në prodhim, është problem në themi edhe pak më i gjerë, nuk është vetëm lokal shqiptar, sepse edhe në Europë çështja e fuqisë punëtore, sidomos të kualifikuar, është një problematikë e madhe. Por që gjithsesi biznesi duhet të adaptohet dhe duhet të menaxhojë situatën hap pas hapi, duke automatizuar për t'ia bërë më të lehtë punëtorit edhe punën e përditshme, por edhe për të nxjerrë një produkt sa më të mirë, por edhe nëpërmjet politikave ndihmëse, politikave të cilat e vënë punëdhënësin në pozita që të ketë mundësi të arrisë mirëqenien si të biznesit, po ashtu edhe të punëtorëve. A ka kompani sot që po operojnë me humbje dhe sa pranë falimentit ndodhet sot industria e fasonerisë? Mund të them që një pjesë e madhe e sektorit manufakturës, nëse nuk po riprodhon veten, po del me humbje dhe po të shohim shifrat e Instatit, siç e thash, me një trend rënës, mund të them që edhe muaji korrik do jetë përsëri me rënje dhe muaji gusht do jetë shumë i dobët, sepse kemi parasysh që partnerët tanë mbyllin për 2 javë ose 3 javë, kështu që edhe eksportet do bien. Por që, siç e thash, është një efekt domino i cili po transmetohet që nga 2023 dhe mund të them që deri në fund vitit, nëse nuk ka themi masa emergjente dhe injektim i ndihmës direkte, kam përshtypjen që në fund vitit një pjesë e manufakturës do jetë e dëmtuar, e përgjysmuar, por ndoshta edhe e mbyllur fare. Okej, nëse situata vazhdon në këto ritme, çfarë pasojash do të ketë në ekonominë shqiptare dhe për tregun e punës? Pasojat janë të shumëanshme. Në radhë parë, siç e thash, ne jemi eksportuesi kryesor në Shqipëri. E dyta, jemi edhe punëdhënësi më i madh për sa i përket themi sektorëve jo sezonal, sepse ndoshta turizmi punson më shumë apo edhe bujqësia punsojnë më shumë, por janë sezonale. Kështu që për sa i përket edhe si punëdhënës ne jemi më të mëdhenj. Po ashtu mund të them që eksportet tona në 2023 kanë qenë 1 miliard e 400 milion euro, kurse vitin e kaluar ishin 960 milion euro, kështu që kemi një rënje gati 50%, të cilat i mungojnë ekonomisë shqiptare. Po ashtu problemi shtrohet edhe në aspektit evropian, ku sektori jon mund të ishte dhe duhet të ishte një lider për sa i përket prodhimit të veshjeve të këpucëve. Dhe në një situatë kur e gjitha Europa po dhe më gjerë po mundohen ta afrojnë prodhimin afër vetes,
sektori jonë do ishte një pikë e fortë e ekonomisë dhe me këto zhvillime mendoj që edhe një sektor i cili duhet i jepte impuls si në punësim, po ashtu edhe në anën sociale, do i mungohej ekonomisë shqiptare. Pastaj është edhe një sër faktorësh të cilët janë të lidhur me sektorin tonë, me të cilët janë paketimi, transporti, doganat e tjerë, që janë gjithë sektorë që varen nga manufaktura. Çfarë duhet të bëjë qeveria urgjentisht për të mbështetur këtë sektor? Madje ju keni pasur dhe një dialog me kryeministrin, çfarë i keni thënë? Atëherë unë në takimin e fundit që patëm me kryeministrin dhe me gjithë faktorët të cilët kontribuan në iniciativën e qeverisë dyfishore ndërmarrjen tënde, unë i bëra një parashtrim të gjithë situatës, të cilën ndodhet sektori manufakturës, po ashtu dhe përcaktova me fjalë parashtrova dhe faktorët të cilët kanë ndikuar në rënien e kësaj industrie. Kërkesat tona ishin në radhë parë ishte frenimi i kësaj hemorragjie që po i shkakton kjo situatë ku faktori euro është vendimtar. Dhe pastaj në një fazë të dytë me politika afatmesme dhe afatgjata të shihet që të ndihmohet ky sektor i cili përveç sfidës së mbijetesës do të ketë nesër dhe sfidën e integrimit në komunitetin evropian dhe përballjen me bizneset e ngjashme homolog të sektorit ton, ku siç e dim konkurrenca është shumë e lartë dhe janë biznese të cilët janë shumë përpara nesh, po patjetër që atë rritjen e tyre kanë pas edhe fal politikave qeveritare të vendeve të tyre. Çfarë përgjigje keni marrë deri më tani nga ky dialog që patët? A ju ka rama me sy të mirë apo hiç? Unë kam përshtypjen që sektori jonë ka qenë një ndër kryefjalët e ekonomisë, por edhe ashtu edhe për ekonominë, por edhe ashtu edhe për kryeministrin. Shohim që kohët e fundit kemi një mungesë vëmendje si nga kryeministri, po ashtu edhe nga qeveria për sa i përket sektorit ton, dhe mendoj që duhet të ushtrohet më shumë presion nga sektori jonë për t'ia bërë të ditur si me anën e mediave, po ashtu edhe me prezencën e tij që sektori jonë është shumë i rëndësishëm në ekonominë shqiptare. Por që ne shpresojmë që zhvillimet e fundit, po ashtu mund të përmend edhe protestat të kenë bërë të reflektoj qeverinë për sa i përket këtyre problemeve që po has gjithë populli shqiptar, kështu që ne shpresojmë që ndoshta jo tani shpejt, por mbas pushimeve qeveria të ketë një reflektim dhe të vihet më një herë në lëvizje për këtë situatë që po kalon ekonomia shqiptare. A duhet të ketë një raport të drejtë çmim-cilësi, pasi çmimet janë ende shumë të larta? Për produktet e manufakturës e ke fjalën? Po. Patjetër duhet ketë një proporcion më të mirë, sepse Shqipëria ka edhe një plagë të madhe, sepse pjesa më e madhe e produkteve importohen. Mund të them që janë edhe produkte fake të cilat nuk duhet të ekzistojnë në tregun shqiptar, por që në të njëjtën kohë i kanë zënë edhe një vend të mirë prodhuesve shqiptar. Kështu që duhet të ketë politika themi mbrojtëse, proteksioniste për sa i përket prodhuesve shqiptar, që me të vërtetë të kishim edhe atë balancën që thatë cilësi çmim dhe të kishim një produkt shqiptar i cili përderisa është konkurrues në Europë, mund të jetë konkurrues edhe në ekonominë shqiptare. Okej, tani un kam një pyetje tjetër. Nëse gjërat shërbimi jashtë shtetit, nga firma të mëdha, marka, pse humbasin cilësinë? Bëhet fjalë që pas Covidit e kanë humbur cilësinë. Unë ja thash që një pjesë e madhe e produkteve që hyn në Shqipëri nuk janë origjinale, janë mallar fake. Kështu që një prodhues i këtyre produkteve që nuk arrin të kenë cilësinë dhe themi cilësinë dhe dizajnin e atyre origjinale, normalisht që patjetër që do kenë edhe një themi në përkthim në rënien e cilësisë dhe në atë dukshmëri që thatë ju për produktet, po që problemi është që mbas Covidit me zërimin e tregut online, po shifet edhe një tendencë e madhe për të hyrë më shumë nëpërmjet online të penetrojnë edhe ato mallar që nuk janë origjinale. Dikush që nuk ka mundësi të shkojë jashtë shtetit, për shembull unë nuk kam gjithmonë mundësi të shkoj jashtë shtetit të blej
firma, marka, cilësore. Patjetër. Si ta kuptoj unë kur e marr në Shqipëri nëse është fake apo reale? Atëherë, kjo ka një problematik të madhe sepse në Shqipëri me marka të zyrtarizuara, themi nuk ka. Pjesë e madhe e dyqaneve tona, themi atë pikave të shitjeve, mundohen të marrin në vende si Turqia apo Kina produkte të ngjashme me ato dhe cilësi e parë ndryshe e quajnë. Po, mund themi cilësi e parë. Dhe kjo është një fenomen i cili duhet të jetë nën kontrollin e institucioneve, që nga dogana, por edhe tek themi institucionet që mbrojnë konsumatorin, të cilët duhet të ketë kontrolle më të mëdha për sa i përket këtij fenomeni që ju me të vërtetë e përmendet dhe është një fenomen i cili vërehet edhe nga të huaj që vinë në vendin tonë, ku shohin produkte fake të mallarve, të markave të mëdha që shiten këtu me çmime ndoshta 1/10. Dhe kjo normalisht e ka një arsye sepse nuk janë mallra origjinale. Dhe kjo thash është një fenomen i cili duhet të kontrollohet dhe të jetë nën kontroll, për më tepër kur ne aspirojmë të hyjmë në Europë dhe janë fenomene të cilat në Europë nuk lejohen. Për shembull në Zvicër nuk të lejojnë në dogan që të kalosh me një rrobë të shtrenjtë që është fake. Apo në vende të tjera. Po pra, pikërisht çdo vend mundohet të mbrojë produktet e vendit të tij, edhe në Itali, edhe në Gjermani, po ashtu edhe në Greqi, është e pamundur ndoshta, sepse një pjesë e tyre nga këto vende vinë, por është shumë e vështirë që ti të trafikosh mallra që janë fake dhe qëllimi kryesor i atyre është një dhe i vetëm, të mbrojnë markat e mëdha të cilat investojnë çdo vit apo çdo stin investojnë tek tendencat, tek copat më të mira, tek modelet më të mira dhe normalisht përballen me një konkurrencë e cila nuk është leale, nuk është e drejtë, ku dikush i kopjon copat, kopjon dhe dizajnin dhe mundohet të imitoj. Dhe kjo e gjitha bëhet për të mbrojtur prodhuesit vendas. Kështu që më duket komplet normale ajo që thoni për një shtet si Zvicra, ku kanë politika proteksioniste, jo veç për veshjet, po për gjithë produktet që ka Zvicra dhe mund të fus edhe prodhimin e orave apo produkte tjera, kështu që është një politikë normale proteksioniste për produktet e vendase. Atëherë në fund, cili është mesazhi juaj për mijëra punëtorë që sot kanë frikë se do të humbasin vendin e punës? Mesazhi kryesor është që ashtu siç prodhuesit po ushtrojnë presion shoqërisë dhe qeverisë për të mbrojtur këto vende pune, ka përshtypjen që duhet edhe këta të japin kontributin e tyre, sepse në fundit, në momentin që një biznes, një kompani redukton apo mbyll biznesin, humbja është si për titullarin, për pronarin, për punëdhënësin, po ashtu është humbja është edhe për punëmarrësin, sepse janë vende pune të cilat kanë me ndoshta 30 vjet që të cilët është një vend ku ato kanë punuar dhe janë paguar për atë çfarë kanë bërë. Florian, falenderoj shumë që ishe pjesë. Edhe unë falenderoj shumë dhe suksese. Faleminderit. Ngjarjet e fundit kriminale si atentati në Elbasan, që dyshohet se kishte në shënjestër një person tjetër, si dhe shpërthimi me eksploziv në Shijak, kanë cënuar rendin dhe sigurinë në vend. Për të folur rreth këtyre dhe të gjithë krimeve që po ndodhin kohëve të fundit në Shqipëri, kemi ish efektivin e forcave speciale Renea, Gerti Metani. Gert, përshëndetje dhe mirë se erdha. Faleminderit, kënaqësi. Atëherë ngjarjet e fundit kriminale si atentati në Elbasan, që dyshohet se kishte një shënjestër në person tjetër, si dhe shpërthimi me eksploziv në Shijak, kanë cënuar rendin dhe sigurinë në vend. Apo përballemi me një rritje të aktivitetit në grupe kriminale gjatë sezonit veror? Pa diskutim që siguria në Shqipëri gjithmonë gjatë sezonit ka problematikat e saj. Kemi rikthim të personazheve të botës krimit që qoftë për pushime apo për të larë hesapet, vinë edhe në këto momente gjen një terren që ndoshta është pak më i shpërndar, policia që është në shumë sektorë dhe në shumë drejtime për të bërë mbarvajtjen e sigurisë dhe nga ana tjetër përfitojnë ose gjaknxehtësia e sipër dhe gjithë të tjerat bëjnë që të kryejnë krime dhe vepra penale shumë të rrezikshme dhe me dëme kolaterale, duhet të thënë. Ju e përmendët në pyetjen tuaj që personat saktuar kanë qenë shënjestër, por ama personat të tjerë janë goditur. Dhe kjo është sa e rëndë, aq edhe për të marrë masa, sepse kemi pasur raste të tjera ku në Memaliaj, në Shkodër apo në qytete të tjera ka pasur raste ku personat janë dëmtuar
plagosje apo vrasje vetëm për shkak se kanë qenë në një vend të gabuar në momentin e gabuar ku target ka qenë dikush tjetër prej atentatit. Dhe pa diskutim që këto duhet të jenë ngjarje që parandalohen. Policia kriminale dhe strukturat e saj në varësi, vëzhgimi, infiltrimi dhe të gjithë mjetet dhe mundësitë e tjera që ka policia duhet të vijnë në zbatim për të marrë masa që ngjarjet e tilla të mos ndodhin, sepse jeta është e shenjtë, çdo kush punon që jeta të vazhdojë dhe të mos bjerë prej e këtyre sulmeve dhe për këtë arsye pa diskutim që parandalimi dhe jo vetëm hetimi apo zbardhja e situatave duhet të jetë në epiqendër dhe në majën e piramidës së organeve të policisë së shtetit. Pse duket se gjatë verës krimi bëhet më aktiv? Të jep përshtypjen për shkak ndoshta edhe të rrethanave ekonomike, pra lëvizje të reja, çështja e turizmit, grupe kriminale që duan të tregojnë atë forcën e tyre, sidomos në periudha që nuk janë periudha zgjedhore dhe këtu po e kaloj nga çështja e sezonit në periudha të fushatave elektorale. Gjatë fushatave elektorale ne kemi parë gjithmonë grupe kriminale që bien në një pasivitet dhe një gjendje qetësie. Në dakordsi ose jo me strukturat politike, kjo është për një studim më vete. Po gjithsesi është e kundërta e sezoneve turistike, sezone që sjellin dëmtime, plagosje, vrasje në pjesët bregdetare, në hoteleri, hesape të pambyllura apo persona që rikthehen nga emigrimi dhe këtu pastaj vazhdojnë ato planet e lëna për gjysmë. Më tepër se sa për sezonin do thoya që është çështje e kulturës së botës së krimit shqiptar, që nuk i lë hesapet pambyllur dhe mezi të shpret momentin që të bëj ato goditjet edhe të marrë hakun e vet. Si e vlerësoni reagimin e policisë së shtetit në këto ngjarje? Policia e shtetit është një polici e dobët, është fragjile, është vulnerabël. Është një polici që organizohet minimalisht, që resurset edhe burimet e saj i keq përdor. Ka nxitur edhe promovon klimën e nepotizmit, korrupsionit edhe lidhjeve politike për të bërë ecuri në karrierë, ndërsa punojësin bazë, atë punojësin që bën punën e hetimit apo që dërgon ato informacionet kriminale apo që është gjatë gjithë kohës në terren, shpesh herë dekonspiron, e tradhton, nuk e promovon, e emëron ose e transferon shumë herë më larg se sa vendodhja apo lokaliteti ku mund të bëj punë të mirë dhe për këtë arsye prej kohësh, prej vitesh, po edhe tani që po flasim vitin 2026, policia e shtetit keq menaxhohet. Ju keni qenë dhe pjesë e forcave speciale Renea. Si e vlerësoni sot punën e kësaj strukture? Pa diskutim që Renea është struktura elite e policisë shtetit. Pak njerëz të stërvitur për të qenë polumbar, vëzhgues, grupe të ndërhyrjes, me mjete dhe me metoda speciale, siç e kanë edhe emrin SWAT, nga anglishtja që përkthehet metoda dhe armë speciale për të ndërhyrë në terrene si toka, ajri apo ujë, me persona që stërviten dhe sakrifikojnë shumë për të bërë detyrën finale. Pra, Renea është struktura që shkon aty ku asnjë strukturë tjetër e policisë së shtetit nuk shkon dot më. Nëse të gjitha nuk e kanë zgjedhur, pengmarrje, grupet armatosura, arrestime të nivelit lartë apo shumë të rrezikshëm, Renea është aty për të ndërhyrë dhe për të dalë me sukses. Dhe në shumicën e shërbimeve pa diskutim që Renea del me sukses, sepse prej vitesh është krijuar kultura e punës dhe grupet janë forcuar. Por edhe Renea vuan keq menaxhimin e policisë së shtetit. Shpeshherë drejtuesit janë drejtues që zgjidhen për shkak të lidhjeve politike dhe lidhjeve të ngushta, lidhjeve të shkurtra që kanë me drejtuesit aktual të ministrisë apo të politikave të sigurisë që ka partia në këtë rast. Dhe me qenë se po flasim për Partia Socialiste që prej vitit 2013 e dominon pjesën e sigurisë. Pra, Renea është një strukturë jashtëzakonisht elit, ka probleme të theksuara si në paga, si në armatim, si në mjetet blinduara, edhe në promovim për ecuri në karrierë. Renea sot nuk është ajo Renea që ne trashëguam nga forca speciale gjermane, duhet thënë që dikur forcat Renea stërviteshin nga forcat GSG-9, që janë forcat elit gjermane, dhe ato lanë një strukturë dhe ato bën një organizim që ishte shumë i denjë për promovimin e forcave speciale dhe për promovimin e burimeve njerëzore. Por sot ato forca vuajnë të njëjtat halle që kanë strukturat e tjera të policisë. Do me thënë Renea nuk ka të njëjtin reputacion apo të jetë efektive siç ka qenë vite më parë. Duke qenë se unë jam nga familja e Renes, pa diskutim që nuk më nxëgoja të them që nuk ka të njëjtin reputacion. Dhe zemra ma do që të flas shumë mirë dhe me superlativa. Realiteti është tjetër.
Renea shpeshherë vuan për fishek, bazën materiale për të zhvilluar qitjet dhe trajnimet, vuan për trajnime cilësore, vuan për transparencë edhe për zgjidhje të analizave dhe të sukseseve që do e çonin shumë herë më përpara. Renea vuan edhe nga dekonspirimet. Renea vuan edhe nga nepotizmi. Renea vuan edhe nga përzgjedhja e komandantëve që nuk kanë lidhje organike me trupën e shërbimit. Renea ka pas plot raste kur ka vuajtur dhe për vesh mbathje. Dhe shpesh herë është bërë artikull në media se si ka mundësi që një grush njerëzish që janë forcat e litë të vuajnë dhe për vesh mbathje, për gjën më minimale. Dhe më të flasim pastaj për armatimin e rënd, blindat, helikopterët apo strukturën e trajnimit. Pra, Renea ka reputacionin, sepse ky reputacion është ndërtuar që në vitet 90 dhe janë gati 36 vite, por pa diskutim, në forcat Renea ka nevojë për përmirësime të jashtëzakonshme që të kenë mundësi të jenë në nivelin e forcave speciale si Rajc në Francë, Zhizheni, po ashtu në Francë, GSG9 në Gjermani, apo forcat e tjera, sepse ne po pretendojmë të jemi një vend europian, Bashkimin Evropian, një vend që i përgjigjet qytetarëve dhe ti ke vetëm një strukturë speciale e cila mbron që nga kryeministri deri te qytetari më i thjeshtë. Dhe në momentin që ti nuk e ke të mirë kopsitur, të mirë trajnuar, në rastin më të parë të një rreziku imediat, do të shedoj. Dhe ky reputacioni që ne po flasim tani dhe që unë dua ta mbaj lart me superlativa, do tregoj që nuk është aty ku duhet. Siç në disa raste të tjera, Renea nuk ka dalë me sukses. Pse? Sepse këto mangësitë e vogla që unë i përmenda nuk korrigjohen dhe nuk rregullohen, sepse disa njerëz aty nuk e kanë vullnetin ose nuk e kanë vizionin për ta bërë. Po propaganda nuk është e tilla, ka depozituar korrupsioni dhe aty? Si nuk është e tillë propaganda? Propaganda nuk sot që thot se ka investuar për forcat speciale. Propaganda politike qeveritare është që ne kemi bërë një polici model, një polici që ja kalon policisë së vendeve më të mira europiane. Ne kemi një propagandë që thot... A ka deportuar korrupsioni dhe aty? Më lejoni të shkoj deri aty. Propaganda thot që ne kemi drejtuesit më të mirë formuar. Propaganda thot që ne nuk kemi listën ngrit pastrimit parave, që ne nuk kemi korrupsion, që ne nuk kemi dekonspirime. Krejt ndryshe nga raportet e Komisionit Evropian, krejt ndryshe nga raportet e Eurojustit, OSBE-s apo strukturave të tjera. Korrupsioni, pa diskutim që ka pas plot raste që ka deportuar në forcat speciale Renea. Kemi plot grupe kriminale që kanë dashur ose ja kanë arritur qëllimit që të deportojnë me anë të personave të tyre në këto forca speciale. Dhe mjafton të googloni dhe të shikoni artikujt e ndryshëm që janë publikuar për fat mirë dhe janë denoncuar në media për të parë raste skandali se si personat caktuar kanë pas akses në forca speciale në strukturën më elit të vendit, që është maja e sigurisë kombëtare kur vjen puna për sigurinë publike. Se për sigurinë kombëtare pastaj mund të flasim edhe për strukturat e tjera. Për sigurinë publike ajo është maja. Dhe ky korrupsion, po, është e vërtet, ka shkuar deri aty. Unë e përmenda pak më parë, ka shkuar edhe nepotizmi. Ka shkuar edhe lidhja partijake, ka shkuar edhe emërimi. Dhe kur ju thash për komandant që nuk kanë lidhje organike me trupën e shërbimit, ju fola për persona që bëhen zot shtëpie në një strukturë që nuk ja kanë iden se si është ja nisësh që nga fillimi. Është sikur unë të vi sot këtu dhe të bëhem kryeredaktori juaj, që nuk do të qëndronte në asnjë moment. Pse? Se nuk jam i profilit dhe nuk kam formimin, dhe puna do bëhesh keleshko. Kjo gjë ka ndodhur në forcat Renea, siç ka ndodhur në forcat operacionale, forcat e ndërhyrjes shpejt, strukturat e tjera paralele të policisë shtetit. Her pas here janë ngritur akuza për lidhje të elementeve të policisë me eksponent të krimit. Sa serioz është ky fenomen sipas jush? Jashtëzakonisht serioz. Bota e krimit përdor, po themi, dy teknika. Teknika e parë është blerja e elementeve që janë në pozicione kyçe. Pra, arrin të blej një shef komisariati, arrin të blej një person që punon në sektorin e krimit ekonomik, arrin të blej një person punonjës policie, pa diskutim, po flasim, që është në strukturat operacionale apo në pozicione kyçe ku ka akses të informacionit apo të ndërhyrjeve që do të bëhen. Kjo është metoda e parë që grupi kriminal gjithmonë e përdor, blerja. Dhe ecin me parimin që çdo njeri e ka një çmim, dhe çmimi mund të jetë në para, në burime natyrore ose edhe në intimidim apo presion. Forma tjetër është rekrutimi që nga gjeneza, që nga baza. Grupet kriminale
ushtarët e tyre, njerëzit e tyre, i infiltrojnë në Akademinë e Policisë, certifikohen, bëhen punojës policie dhe më vonë ushtrojnë ndikimin e tyre për të çuar këto persona në raste konkrete. Dhe ka dhe persona që kanë kaluar këtë cikël nga grupi kriminal në Akademinë e Policisë, në Policinë e Shtetit, janë rikthyer sërish në grupin kriminal për më pas për të vrarë dhe për të bërë jo dëshmor, po dëshmor për grupet kriminale, jo për Policinë e Shtetit. Dhe ka plot raste që grupet kriminale influencojnë, ndikojnë dhe janë prezent në strukturat policisë së shtetit. A janë raste të izoluara apo një problem që kërkon ndërhyrje më të thellë? Pa diskutim që duhen statistika, numra, sindikata policisë së shtetit jashtëzakonisht e vlefshme dhe dobishme në këtë rast mund ta bëj si punë, nuk është si i kam, por në perceptimin tim dhe për aq sa unë e njoh sigurinë publike në vend, këto raste janë gjithmonë më të shpeshta duke parë raportet e grupeve kriminale, dominancës së tyre në treg dhe mbi të gjitha interesave të tyre ekonomik, që këto interesa janë tejet larta sepse sektorë si Foreksi, mashtrimet me bursë, bastet apo lotot sportive të cilat u mbyllën por në underground, në atë botën e nëndeshme asnjëherë nuk u mbyllën. Trafiku i lëndëve narkotike, trafiku i qenieve të ngjalla, duke flasim për persona që vinë nga Siria dhe po duan të kalojnë kufirin dhe të kenë këtë migracionin e palishëm, janë burime fitimprurëse për këto persona. Për këto persona që janë pjesë e grupeve kriminale dhe gjithë këto interesa ekonomik i shtyn që të kenë tentakulet e tyre, sytë dhe veshët e tyre në Policinë e Shtetit, në prokurorinë e gjykata. Pra, nuk do të thojë se janë rastet izoluara, por duke parë interesat ekonomik, them që janë raste shumë të përhapura. Atëherë unë doja të di se cilat zona sot janë më problematike në vend për sa i përket aktivizmit kriminal. Kemi hartën e bandave kriminale dhe grupeve, familjeve kriminale që po dominojnë në disa qytete. Gjithmonë kemi pasur një përplasje në Shkodër midis dy forcave, dy ose më shumë forcave të errta, po i quajmë në këtë mënyrë. Kemi pasur zonën e Fushkrujës, Laçit, pra zona e Kurbinit. Kemi pasur zonën e Shijakut, e cila gjithashtu bashkë me Durrësin që mbetet një nga pikat më nevralgjike të shtetit shqiptar për arsye të portit që qarkullon aq shumë mallra dhe ka shumë interes ekonomik, ka patur familjet dhe grupet që ndikojnë, janë prezente dhe kanë marrë pjesë në atentate dhe përtej atentateve në ndikim të palishëm. Por ka dhe qytete të tjera si Fieri, Selenica, Vlora, po edhe qytete më minimaliste si Saranda dhe mos harrojmë këtu kryeqytetin pastaj, që është Tirana, i cili nuk e ka aq të ndarë sa që kanë qytetet që unë përmenda, por gjithsesi e ka prezent qasjen kriminale kundrejt strukturave ligjore. Ku janë të përqendruara grupet më të fuqishme dhe cilat janë aktivitetet kryesore të tyre? Grupet më të fuqishme unë përmenda më sipër që janë në këto qytete ku kanë interesat ekonomike. Pra nëse flasim për Durrësin, pa diskutim që interesat janë shumë të larta për arsye të portit dhe dihet që në një port ti ke mundësi të presësh dhe të dërgosh qoftë lëndë narkotike, po edhe për te lëndëve narkotike. Por ama duhet thënë që ne jemi pik kalimi e heroinës sot dhe pik kryesore për çështjen e kokainës në Europë. Pra pik kalimi për heroinën në Europë edhe pik importi dhe eksporti për çështjen e kokainës. Gjithashtu kanabisi që ka qenë vite më parë, por edhe tani pak më i minimizuar, kërkon kalimin e kufinjve dhe pa diskutim kufin gjithmonë janë çështje kyçe po themi. Dhe këto grupe janë shpërndarë në Shkodër, në Vlorë, në Durrës, pa diskutim në Tiranë, që është një aktivitet shumë i madh. Unë e përmenda prej kohësh ne jemi po themi pre në sensin e gjësë hetimeve nga institucionet europiane të cilat hetojnë strukturat në Shqipëri për mashtrime të qytetarëve europian me bursat fiktive. Dhe ky është ai Forex i famshëm që e përmendim gjithmonë, që gjeneron shumë para dhe ato parat në një moment caktuar injektohen dhe tentohen të pastrohen në sektoret ekonomik të ndërtimit dhe përtej. Atëherë një nga thashë themet që përmendet shpesh dhe kur njësitë speciale të policisë kanë bërë ndalimin e Ervis Martinaj, emri i njërit prej efektivëve është dekonspiruar brenda njësisë. Sa ndodh ky fenomen? Mund të jetë rast që mund të ketë ndodhur, do parë nga dinamika e ngjarjes, pa diskutim ju thash që dekonspirime në policinë e shtetit ka patur. Dekonspirimet të këtij rasti konkret nuk di të them, po edhe nëse do dije diçka për cilin do rast nuk më lejohet të flas për arsye se un kam qenë pjesë e strukturës dhe struktura ruan anonimatin për gjithçka që është bërë në atë gjë. Pra, qoftë vetes time, qoftë anëtarëve të tjerë. Siç u përmenda pak më herët,
jo ky rast, por raste të tjera janë artikuj në media ku persona që kanë punuar në forcat Rene apo në policinë e shtetit kanë dekonspiruar. Mjafton të shikoni mediat e shkruara, po qoftë edhe mediat e tjera që i kanë cilësuar dhe i kanë analizuar si raste. Pra janë raste që kanë ndodhur edhe ndodhin. A mendoni se grupet kriminale kanë ndryshuar mënyrën e veprimit, duke përdorur më shumë aleate, apo mënyra të tjera, ashtu siç janë vrasësit me pagesë? Vrasjet me pagesë ose vënësit e tritoleve, tritole, apo persona të tjerë që rekrutohen për të bërë vepra penale, janë gjithmonë në strukturën dhe në hierarkinë e forcave speciale. Pra, të forcave kriminale, se kemi gjithmonë atë shpirtin të forcat speciale. Forcat kriminale tentojnë që të kenë njerëzit e tyre dhe t'i çojnë kudo për të bërë qoftë gjobvënien, qoftë presionet apo përfitimin e palishëm. Nëse mund të themi kanë ndryshuar apo jo, ato përshtaten me kohën dhe ne kemi një tendencë të krimit që shpeshherë bashkëpunon me politikën, po do parë i dy kashëm, pra politika që përdor krimin apo krimi që përdor politikën. Nëse do analizonim rastin e Shqipërisë, mendimi im personal është që këtu politika e përdor krimin. Dhe ne nuk jemi një Palermo e viteve 80-90, por jemi një Shqipëri e 2026-s ku forcat politike për interesat e tyre elektoral apo interesat e dominimit të vendit në shumë sektor përdorin grupe të caktuara kriminale për të arritur drejt qëllimit final që kanë. Çfarë tregon kjo për nivelin e organizimit të tyre? Tregon që ato kanë një qëllim të qartë, që është mos shumë të qëllimi i përfitimeve ekonomike, qëllimi i të mosqenit, po themi, nën lupën e organeve të drejtësisë apo të mos jenë të arrestuar në një moment caktuar, dhe për këtë ato duhen të marrin masat i parandalojnë. Tregon që ato sofistikohen, përshtatet me viten ku jetojnë. Pra, nëse unë ju përmenda tregtimin e heroinës, si lëndë narkotike në vitet 90, sot është tregtimi i kokainës. Nëse dikur lojrat e fatit apo lojrat e palishme të fatit apo çështja e mashtrimeve në bursë nuk ekzistonin, por kishte dinamika të tjera që ishin më prezente, sot këto grupe përshtaten me këto aktivitete. Për këtë arsye them që përshtatja e tyre vjen me kohën dhe ato bëjnë gjithçka tjetër mundur që të jenë në dominancë si çdo forcë tjetër. Qeveria tenton të dominojë qenë politike, bandat kriminale tentojnë të dominojnë qasjen kriminale fitimprurse në favorin e tyre. Me që përmende lojrat e fatit, ato gjendet ndonjëherë Ervis Martinaj? Drejtësia është me shumë organe dhe në momentin që dikur mos gaboj ministri i brendshëm dha një afat, mos gaboj ka qenë Tauland Balla, që dha një afat 100 ditor dhe mbrapa nuk e realizoi, atëherë është në turpin e tyre, po themi, që një qytetar i Republikës së Shqipërisë mos gjendet. Dhe pa diskutim që organet si prokuroria, gjykatat, policia e shtetit, organet e tjera ligjzbatuese si shërbimi informativ shtetëror duhet të japin llogari të paktën për familjarët dhe t'i thonë se ku është dhe çfarë ka ndodhur, si do të jetë situata. Pra kjo gjë i takon atyre. Dhe ne nuk jemi një shtet që po funksionon në anarki, po jemi një shtet që ka strukturat e tij dhe duhet i vërë në zbatim të çdo qytetari. Jo të rastit konkret, po të çdo qytetari. Pra këto duhet të ndryshojë policia e shtetit që të rikthej besimin tek policia si institucion dhe besimin e qytetarëve. Deri ditën që politika do të ndërhyjë në politikat e sigurisë, në politikat e Ministrisë Brendshme dhe drejtorët e policisë do të lëvizen për shkak të kimisë që kanë me ministrin e brendshëm apo me kryeministrin, ne nuk do ta fitojmë kurrë besimin e publikut. Deri në momentin që do të punojmë me shumë standarde dhe jo me një standard që është ligji, pa diskutim që besimi nuk fitohet. Dhe deri ditën që nuk do të promovojmë elementet e duhur në postet e duhura, ne gjithmonë do të vuajmë për siguri. Atëherë duket se Shqipëria gjithmonë më shumë ka një shtim të vajzave që punojnë si eskorta. Qofshin shqiptare apo të huaja, por kryesisht janë të huaja. Çfarë po ndodh me vendin tonë? Madje kam lexuar se me shtimin e vajzave të një pune të tillë ka rënë çmimi.
nuk di ta them këtë pjesë, edhe kjo është tamam për një studim vete, por di që ka shumë organizata të shoqërisë civile që merren me këtë fenomen, qoftë edhe për shkak të parandalimit, siç ka edhe organizata të tjera që tentojnë në legalizimin e prostitucionit në Shqipëri. Mendimi im për sa i përket sigurisë është që po ka një qasje të personave me komsi të huaj që vinë dhe punojnë dhe e ofrojnë këtë shërbim në shtetin shqiptar, siç ka edhe vajza shqiptare që ofrojnë këtë shërbim, është i palishëm dhe si çdo gjë e palishme, pavarësisht hipotezave ose dëshirave për ta strukturuar apo për ta ligjëruar, ndodhen përpara faktit që është një shkelje e ligjit dhe policia e shtetit sa herë ka mundësi merr masat kundrejt organizatave ose grupeve që krijojnë këto pikat e shfrytëzimit të prostitucionit që mund të jenë qoftë me persona të huaj ose me persona shqiptar. Analiza është më e gjerë, është më komplekse, pse sa ndodh, si variojnë çmimet, a jemi ne shteti me çmimet më të ulta, më të larta, kush i ofron këtu, kush i ofron në vende të fqinje si Kroacia apo Greqia, po flasim gjithmonë për vende mbretërore. Po kjo është një pyetje që çfarë po ndodh? Nuk di të jap një përgjigje konkrete se pse janë shtuar, do të thotë që ka kërkesë. Dhe si çdo gjë që është kërkesë ofertë, do të thotë që këtu po kërkohet diçka dhe nga ana tjetër është ky grupi që ja bën ofertë këtij popullit ton shqiptar ose turistëve. Policia duhet të jetë më e rrept ndaj këtij fenomeni, se mund ta quaj fenomen këtë. Po diskutim që është fenomen dhe policia nuk ka nevojë as të jetë më e rrept apo më pak e rrept. Policia thjesht duhet zbatojë ligjin. Dhe në momentin që kodi ynë penal thotë që kjo është një vepër kundër ligjit, policia e shtetit me të gjithë organizmat e saj duhet ndërmarrë hetimet të vërë përpara përgjegjësisë. Mungon? Ka raste që mungon, ka raste që favorizohet, ka raste që favorizohet nga kush? Shikojmë që goditen grupet e huajeve të vajzave që janë më tepër prezente këtu. Pra ato shoqërohen, ndalohen ose përfundojnë në arrestim, vajzat shqiptare mund tolerohen dhe është kjo tendenca e përkrahjes, po themi minimale. Përkrahje me eskortat shqiptare po thua? Policia e shtetit në shumë nga aksionet e saj të fundit ka goditje të drejtë për drejtë ndaj vajzave të huaja. Kjo nuk do të thotë që ka toleruar pjesën shqiptare. Dhe këtu flas pa përgjegjësi se nuk është se unë jam drejtuesi i policisë dhe këto aksione i kam ndërmarrë unë dhe kam bërë gjë. Informacion sa ke? Informacioni është aty ku duhet dhe pa diskutim që këto vajza nga të dy krahët goditen si të palishme, si të kundërlishme. Pse është përhapur? Atëherë në mënyrë qesharake për batut për rëni, po themi është kërkesë ofertë dhe me kaq besoj mjafton. Prandaj ka rënë çmimi mbase. Po ku ka shumë, normalisht do bjerë çmimi. Atëherë edhe një pyetje të fundit për krimin, se dolëm pak jashtë temës, por që edhe skorta do doja ta përmendja sepse është fenomen që është prezent, pa diskutim. Është mjaft e rëndësishme. Nëse flasim për sigurinë dhe duhet të bëjmë ekskluzive për eskortat. Por unë nuk jam në sektorin e tyre që të flas me një gjë ekskluzive, apo nuk është se ka mund të hequr operacione kundrejt eskortave. Ju duhet ta dini, në momentin që keni një të ftuar nga ish forcat Renea, që personi nuk është marrë dhe Renea nuk merret me këtë grup. Nuk merret Renea me grupet e eskortave? Pa diskutim. Ju duhet vini e përgatitur në emision dhe duhet i dini kush janë 5 pikat me të cilat merret Renea. Atëherë, po patjetër. E keni detyrë shtëpie për herën tjetër. Do ta zbatoj. A kemi të bëjmë me një valë të re të krimit të organizuar, apo këto ngjarje janë të shkëputura? Krimi organizuar ose ai krimi transnacional që ne gjithmonë e quajmë, është në Shqipëri, është i faktuar nga raportet e shërbimit informativ, është i faktuar nga raportet ndërkombëtare. Shikojmë paranë që lëviz në disa shtete, shikojmë lëndën narkotike që lëviz në disa shtete, shikojmë persona që tentojnë të strehohen ose të gjejnë atë ekstradimin në vende ku janë të mbrojtur dhe pa diskutim që ne jemi pjesë e një rrjeti global ndërkombëtar të trafikut ndërkombëtar. Edhe një pyetje të fundit për aktualitetin, jemi në ditën e 52 të protestës. Nuk e di se sa shkon në protestë, sa e shikon protestën nga afër, sa e përjeton. Unë dua të di saktësisht çfarë do bëhet me protestën, do vijojmë, si e shikoni ecurinë e saj? Unë jam një protestues i rregullt që nga dita e parë. E mbështes fizikisht, prezent atje në bulevard, bashkë me bashkëshorten dhe me djalin tim, me miqe dhe me shokë të tjerë që kam rrethin tim, e mbështes virtualisht, e mbështes në çdo formë të mundshme, e mbështes edhe nëpër banaqe televizive ku jap mendimin tim dhe them që kjo protestë është ajo çka i duhet shoqërisë shqiptare për të treguar përgjegjësi, për të treguar që në këtë vend shumë nga
qeverisjet që janë bërë nuk janë aty ku duhet dhe forca jonë e drejta jonë kushtetuese është që ne përmes zërit ton protestues të jemi aty dhe të kërkojmë që personat që kanë vullën, firman apo tagrin për të menaxhuar fondet tona publike të japin llogari. Dhe këtë gjë bëjnë qytetarët çdo ditë në orën 7 dhe përmes organizimeve sa kreative, aq edhe që qasen me ligjin, sepse kemi padi, kemi kallëzime, kemi denoncime, kemi investigime, tentojnë të zhbëjnë një regjim i cili po ja vështirëson jetesën e përditshme kujdo, qoftë nga ana shëndetësore, qoftë nga ana policore, qoftë nga ana sigurisë për cilën ne folëm deri tani, nga ana sportit apo në shumë aspekte të tjera. Për këtë arsye, unë shikoj protestën si një gjë që do të ketë rezultat të suksesshëm, që do të përfundojë me dorëheqjen e kryeministrit të vendit, i cili është personi përgjegjës kryesor për emërimin dhe për politikat që janë në dëm të trojave shqiptare dhe në dëm të jetesës së përditshme të shqiptarëve në këtë vend, dhe pa diskutim ajo protestë nuk do të ndalet, nuk është se ka më kthim pas, por do të jetë me gjithë kreativitetin dhe me gjithë logjikën e saj aty në bulevard dhe përtej bulevardit në të gjithë diasporën. Shpresojmë që dhe protestuesit të mos lodhen. Absolutisht, nuk ka lodhje. Në momenti që ti lodhesh përpara dikujt që nuk lodhet duke të vjedhur, atëherë ti nuk je një qytetar i përgjegjshëm. Gerti, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Pas vdekjes tragjike të Martin Canit në shkollën Fanoli, qeveria propozoi projektin Smart City, i cili siguron rritjen e sigurisë përmes teknologjisë për fshirë vendosjen e kamerave në shkolla. Megjithatë, nisma ka ngjallur debat, ndërsa një pjesë e shoqërisë civile ka shprehur rezerva për ndikimin e saj në privatësinë e fëmijëve dhe të drejtave të tyre. Për të folur për këtë, kemi në lidhje direkte aktivisten Linda Panon. Linda, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, shkënaqësi të jemi bashkë sot. Atëherë ju keni kundërshtuar projektin Smart City. Pse mendoni se vendosja e kamerave në shkolla nuk është zgjidhja e duhur? Shiko, unë nuk e di se sa kuptohet kjo nga prindrit apo nga qytetarët në përgjithësi, që kamerat Smart City nuk janë kamera të zakonshme. Nuk janë kamera që ne jemi mësuar deri tani që mund të jenë të hyrja e shkollës edhe aksesin e ka drejtoresha e shkollës apo personi që merret IT-ja në shkollë. Këto kamerat inteligjente, ose Smart City si i quajmë ne, janë kamera që do t'i çojnë të dhënat e tyre në një qendër të caktuar, që mund të jetë në Shqipëri ose jashtë Shqipërisë. Edhe ato kanë Abu Dhabi pretendohet, sepse ideja është që një kompani nga Abu Dhabi ka investuar rreth 140 milion euro për një projekt të tillë në Shqipëri. I kujt është interesi që fëmijët shqiptar të ndihen të survejuar? Kush do ta donte? Një kompani në Abu Dhabi do të donte që fëmijët shqiptar të ishin të sigurt? Është thjesht çështje sigurie? A është konsultuar ky projekt me prindrit? A do donin prindrit që fëmijët e tyre të ndiheshin të survejuar? A do ndiheshin e gjitha kjo përdoret në emër të sigurisë. Edhe kur e dëgjon, thua që po është një gjë e mirë, sepse unë dua që fëmia im të jetë i sigurt. Në fakt, me kamerat inteligjente, fëmijët do të jenë më të pasigurt dhe më të kontrolluar se sa kanë qenë kurrë ndonjëherë më përpara në të gjitha gjeneratat që kanë kaluar më përpara kësaj gjenerate. Sepse kamerat inteligjente kanë aftësi që të marrin të gjitha të dhënat biometrike të fëmijës. Dhe kjo është një gjë që po bëhet pa konsultim, pa konsultimin e prindit, pa konsultim publik, po bëhet fakt edhe po ju çojnë kamera fëmijëve në për shkolla dhe fëmijët do ndihen si kavje eksperimenti. Fëmijët do kenë atë ndjesinë që janë të kontrolluar non-stop. Por qeveria e argumenton se kamera do të rrisin sigurinë e nxënësve, pse nuk ju bind juve kjo? Po, nuk është e mundur që të rrisin sigurinë e nxënësve, sepse para fakti që është nuk është e mundur të rrisin sigurinë e nxënësve më shumë se sa kamerat e thjeshta, që kanë qenë të instaluara deri tani në përshkolla apo në vende të tjera publike. Nuk është e mundur. Kamerat inteligjente jo që nuk do të rrisin sigurinë, po do t'i vendosin fëmijët ta në rrezik.
Ato doja të pyesja, cilat mendon se janë rreziqet? Të dhënat biometrike të fëmijëve mund të kalojnë në duart të pasigurta. Nuk ka një kontratë, nuk ka një dokument të caktuar, nuk ka një plan ose mënyrë se si qeveria që të jetë deklaruar se si qeveria e ka menduar që do ta organizoj këtë survejim të fëmijëve. Për shembull, kamerat inteligjente, në qoftë se marrin të dhënat biometrike të fëmijës, të dhënat biometrike do të kalojnë në qendrën ku grumbullohen të dhënat. Dhe nëse do të ketë sulme kibernetike, siç ka pasur më përpara, a kemi pasur ne të dhënat e sigurta, a nuk kanë qenë përpara vetëm pak kohësh ku dolën të gjitha rrogat e qytetarëve në Shqipëri, dolën targat e makinave, dolën të dhënat identiteti, kartat e identitetit, a nuk kemi pasur ne prezent në Shqipëri sulmet kibernetike? Kemi fajsuar të tjerët patjetër, por nuk kemi bërë asnjë gjë për të rregulluar sigurinë dhe për t'i bërë qytetarët shqiptar të ndihen të sigurt. Dhe nëse këto ndodhen deri tani me të dhëna personale shumë të rëndësishme, a mund ta imagjinoni se çfarë do të ndodhi me të dhënat e fëmijëve? Nëse të dhënat e fëmijëve hakohen edhe kalojnë në duart e pedofilëve. Ato doja të pyesja. Në duart e njerëzve, në duart e pedofilëve, në duart e abuzuesve të fëmijëve. Dhe nëse fëmia është i survejuar me të dhënat biometrike, survejimi i tij nuk mbaron në shkollë. Klea. Nuk mbaron në shkollë. Survejimi do të vazhdojë edhe jashtë shkollës, sepse kamerat ne nuk i kemi vetëm të instaluara në shkollë. Ju i keni të instaluara në gjitha semaforët, në disa pjesë të qytetit të Tiranës, i keni të instaluar në autostradën Tiranë-Durrës, domethënë fëmia do të jetë i survejuar në çdo kohë dhe veprimtaria e fëmijës do të jetë e survejuar në çdo kohë. Kështu që absolutisht kjo jo që nuk i mbron fëmijët, sepse kur e dëgjon si fillim, prindi thot, po unë dua të kem kamera, unë dua që fëmia im të jetë i mbrojtur. Ka shumë vende, sidomos në Bashkimin Evropian, që e kanë kundërshtuar me forcë këtë si fenomen dhe nuk e kanë pranuar që të futet survejimi me kamera inteligjente në shkollat apo në ambientet ku janë fëmijët e tyre. Kjo jo vetëm që nuk e rrit sigurinë e fëmijës, por ekspozon fëmijën ndaj një rreziku shumë më të madh. Si u ndjen të rriturit kur ju ekspozua rroga. Në fund fare, domethënë që banka e di se sa ti e ke rrogën sepse e merr nga banka. Si do ndihet nesër prindi kur ti ekspozohen të dhënat biometrike të fëmijës së vet? Kur fëmia e vet të jetë në survejim non stop. Kavje në një kafaz. Që ti merr të dhënat, shikon sjelljen, ti mund të studiosh emocionet e fëmijës nëpërmjet veprimeve të tij, ti mund të studiosh marrëdhënien e fëmijës me prindin, edhe targeti zakonisht janë fëmijët vulnerabël, por unë po ju them edhe prindërve intelektual dhe atyre që mendojnë që kanë marrëdhënie të konsoliduar me fëmijën e tyre. Kamerat inteligjente dhe Smart City nuk do të kursej asnjë fëmijë nga rreziku. Të tërë fëmijët do të jenë në rrezik. Fëmijët që më vulnerabël do të jenë ata që kanë prindrit që punojnë nga 2-3 punë për të siguruar për nevojat e përditshme të fëmijës, ose ato familje që kanë probleme në marrëdhëniet midis prindërve, ose që nuk kanë një marrëdhënie të konsoliduar dhe fëmijët janë ndoshta edhe të neglizhuar. Ata do të jenë të parët që do të jenë target, por edhe fëmijët e prindërve që ndihen që kanë një marrëdhënie të konsoliduar dhe një familje të konsoliduar, edhe ata do të jenë target dhe do të jenë në një risk shumë të madh nëpërmjet këtij procesi që po kryhet nëpër shkolla. Atëherë Linda, nëse unë do doja Po, më fal. Do doja të bëja thirrje prindërve. Mos pranoni të instalohen kamera në shkollë pa konsentin tuaj. Mos pranoni dhe mos e jepni konsentin për asnjë gjë që i vendos fëmijët tuaj në rrezik. Mos i lejoni fëmijët të kthehen në kavje eksperimenti.
mos I lejoni fëmijët të kthehen të survejohen non-stop dhe të ndihen të kontrolluar në çdo moment. Dëmi psikologjik, edhe sikur asnjë gjë tjetër të mos ndodhi. Thjesht dëmi psikologjik që krijohet ndaj fëmijëve, tek fëmijët për shkak se ndihen të kontrolluar dhe të survejuar në çdo veprim që do të kryejnë, është I pallogaritshëm. Kështu që unë mendoj që rreziku nuk është një dimensional, është shumë dimensional. Prandaj ne po e kundërshtojmë me forcë vendosjen edhe aplikimin e këtij projekti në Shqipëri. Për mua është ajo që kam thënë gjithmonë. Shqipëria është zgjedhur si vend eksperimental. Edhe këto janë hapat e eksperimenteve që po zbatohen në mënyrë të veçantë mbi fëmijët. Atëherë Linda, nëse jo kamera, cilat do ishin masat më efektive për të parandaluar dhunat dhe gjithë këto fenomene që po ndodhin në shkolla? Më ka bërë shumë përshtypje dhe kam qenë shumë e prekur. Kam qenë e prekur në mënyrë të veçantë për prindrit e Martin Canaj. I vogli që humbi jetën tek shkolla Fanoli. Po. Prindrit e Martinit, babai në mënyrë të veçantë ka dalë disa herë edhe ka shprehur indinjatën e tij ndaj kryeministrit të Shqipërisë, që e përdori vdekjen e Martinit për të instaluar Smart City si justifikim për të instaluar Smart City në disa shkolla. Ai ndjej I poshtëruar, I ofenduar dhe I fyer thellësisht, sepse gjatë kohës funeralit të Martinit, ose mbas funeralit të Martinit, kryeministri asgjë nuk e vuri ujë në zjarr për të gjendur pranë familjes së Martinit. Këto janë fjalët e babait të tij. Dhe tani po përdoret vdekja e Martinit për të instaluar këtë sistem kontrolli në shkollat dhe mbi fëmijët e tjerë. Mënyra se si mund të mbrohen fëmijët është ashtu siç jemi mbrojtur ne. Si jemi mbrojtur ne? Nëpërmjet edukimit në familje, nëpërmjet edukimit në shkollë, nëpërmjet kujdesit të veçantë të psikologëve nëpër shkolla dhe mësuesve, nëpërmjet mësuesve që nuk janë aty thjesht për të plotësuar borderon, por janë aty për të dhënë nga zemra atyre. Ka mësues shumë të mirë Shqipëria. Ka mësues që fëmijët shkojnë me qef në shkollë për shkak të mësuesve, sepse nuk japin aty thjesht një urinë që kanë grumbulluar gjatë viteve të tyre të shkollës, po japin zemrën e tyre dhe bëjnë me gjithë shpirt atë që bëjnë kujdesin ndaj fëmijëve. Kështu ndaj masave disiplinore që mund të jenë të formave të ndryshme në shkollë, për fëmijët që shfaqin shenja dhune, po përmbi të gjitha për mua, nëse fëmijët do ndjen të dashur dhe të pa neglizhuar, unë të siguroj ty që shumë e lehtë për t'i menaxhuar dhe shumë e lehtë për t'i ruajtur nga dhuna apo nga fenomenet të tmerrshme siç janë ato të vrasjes. Kështu që është justifikim që normalisht përdoret në mënyrë të gjerë nga ata që duan të kontrollojnë fëmijët. Unë nuk mund ta imagjinoj nëse ndodh një tërmet në Shqipëri për shembull. Dhe fëmijët janë në shkollë. Dhe gjithë database I fëmijëve është diku në një qendër në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë. A mund ta imagjinoni ju se çfarë risku kam tek ata fëmijë? Për të qenë pre në duart e predatorëve? A mund ta imagjinoni ju nëse ndodh nuk e di se çfarë tjetër, domethënë, një moment konflikti ose një moment trazimi ose të gjitha ato dhënat e fëmijëve janë të gatshme dhe personat që ju intereson t'i survejoni fëmijët do të ishin të parët që do të përfitonin nga situata të tilla. Prindrit nuk duhet të mendojnë që është një kamer që më siguron mua fëmijën që të jetë I sigurt në shkollë. Jo, është shumë se kaq. Dhe përveç asaj, a e dini që AI-ja, sistemet AI, inteligjencës artificiale, jo gjithmonë janë të sakta.
A e dini që një fëmijë mund të ndihet i marginalizuar sepse profili i tij në bazë të algoritmit është keq identifikuar dhe mund të përdoret edhe për disiplinë në mënyrë të padrejtë, sepse nuk është fare ai fëmijë që ka kryer një veprim të caktuar, është dikush tjetër, po inteligjenca kamera me inteligjencë artificiale e ka identifikuar sikur të ishte ai. Dhe a mund të imagjinoni dot se si mund të shkatrohet jeta e një fëmie që është totalisht i pafajshëm, po në fakt inteligjenca artificiale tregon që ai ka kryer një veprim të caktuar? Do me thënë gabon. Dëmi që do të shkaktohej, absolutisht që gabon. Jo, saktësia në disa sisteme të inteligjencës artificiale nuk është më e mira, më e larta. Mund të gaboj. Edhe ky është një nga riskjet e tjera, përveç këtij risku të tmerrshëm që unë ndava deri tani, që mund të jetë pjesë e hakimit, po i besoj, po i jap atë benefitin e besimit kryeministrit që dëshira e tij dhe zemra e tij ose qëllimet e tij po e konsideroj sikur të jenë të pastra, totalisht të pastra. Thjesht do të mbroj fëmijët shqiptar nga dhuna apo nga fatkeqësitë që na kanë ndodhur deri tani. Po ne kemi treguar, eksperienca ka treguar deri tani që sistemet e ruajtjes së të dhënave në Shqipëri janë absolutisht të pasigurta. Sulmet kibernetike janë absolutisht të mundura. Kështu që ky sistem jo vetëm që nuk i mbron fëmijët, por i vendos ata në një risk të madh. Dhe unë dua të bëj apel prindërve, nëse mendoni që kjo është teori konspiracioni, ne kemi kohë që e themi, dhe ja ku e keni në shtator, ju erdhi te dera, ju erdhi tek jeta e fëmijëve. Nuk kemi interes, unë nuk kam asnjë lloj interesi të flas për gjëra që nuk mendoj që janë të vërteta. Unë mendoj vërtet që këto gjëra që po ndodhin janë të vërteta dhe janë rrezik real për fëmijët shqiptar. Kam të paktën 2 vjet që ngre zërin dhe them, fëmijët shqiptar janë në rrezik. Shqipëria është zgjedhur si vend eksperimenti. Dhe ju po e shikoni që nga diella Ministria Digjitale, që nga kamerat me inteligjencë artificiale në përshkolla, deri tek satelitët që u diskutua që do të kishim satelit, edhe që para që u shpenzuan, domethënë në projekte të tilla ishin të pabesueshme shumat, dhe tani 140 milionë euro. Ndërkohë që është ulëritse situata në spitale, është ulëritse situata në përshkolla, është ulëritse situata për parqet e fëmijëve. Tani ne po shpenzojmë 140 milionë euro për të bërë një eksperiment tjetër me fëmijët shqiptar. E kuptoj, po për shkak të kohës të limituar që kemi nuk mund ta zgjasim më shumë. Atëherë dua të ndalem tek nuk ke qenë dakord tek një ligj tjetër. Bëhet fjalë për lidhjen me terapinë hormonale. Terapinë hormonale. Tani, a mund të bëjmë ne të dyja një marrëveshje? Po patjetër. Unë nuk jam në Shqipëri tani. Po flas nga jashtë Shqipërisë. Do doja që ta trajtoja me shumë qetësi terapinë hormonale në studio. Sepse kam shumë gjëra që do doja që mos i kaloja në disa minuta, sepse kjo është një çështje shumë e thellë dhe shumë e rëndësishme. Po të them vetëm 2 gjëra përse nuk jam dakord për terapinë hormonale. E para ndava që përpara se ne të kujdesemi të ndryshojmë gjinin e fëmijëve, zëvendësministria e shëndetësisë doli dhe tha që nuk bëhet fjalë për fëmijë, bëhet fjalë për maxhoren, në fakt bëhet fjalë për fëmijë 13.5 vjeç. Edhe është e pabesueshme ta lexosh që terapia mund të fillojë tek fëmijët 13.5 vjeç, në momentin që fëmia kupton pasojat e pakthyeeshme që mund të ketë terapia hormonale tek fëmia.
13.5 vjeç, mendoni ju që fëmia është në gjendje të kuptojë Ja. që do të ketë pasoja të pakëthyeshme? Sepse ka pasoja të pakëthyeshme. Po, është Disa nga ilaçet, disa nga hormonet që do të përdoren tek fëmijët që duan të fillojnë terapinë hormonale, janë hormone ose ilaçe që përdoren për të kastruar pedofilët. Çfarë do bëjmë ne? Do kastrojmë fëmijët me ilaçe që kastrojmë pedofilët? Pse nuk i japim ne patentën fëmijës 16 vjeç në Shqipëri apo 13.5 vjeç, sepse konsiderojmë jo të maturuar mjaft për pasur përgjegjësinë e timonit në duar. Por në këtë ligj për terapinë hormonale ose në këtë urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, ne konsiderojmë fëmijën maxhoren mjaft për të kuptuar pasojat e pakëthyeshme të sterilizimit, të sëmundjes me kancer, sepse fëmia mund të sëmurret me kancer për shkak të terapisë hormonale, të sëmurjes me zemër, apo të kockave, osteoporozës, të kockave, apo të ndikimit në rritjen e fëmijës. Mendoni që mund t'i kuptoj dot fëmia 13-5 vjeç? Patjetër që jo. Ne, po, ashtu siç të thash që prandaj unë jam kundra. Prandaj jam kundra terapisë hormonale. Po ashtu siç të thash, do doja të merrnim një moment tjetër që ta zgjerojmë dhe të flasim me qetësi që prindit të kuptojnë. Patjetër. Do jesh në studio. Nga koalicioni e ngrem zërin në këtë mënyrë. Do të jesh në studio sa të vish në Shqipëri, do jesh gjithmonë i mirëpritur për të folur për më shumë, më gjatë në lidhje me këtë temë që sapo e përmendëm. Unë të falenderoj shumë që ishe në lidhje direkte nga emisioni Pa Limit, edhe të mirëpres. Faleminderit. Kështu i erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 17 me të tjera zhvillime. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.